Përshëndetje të dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi situatën politike teksa Partia Demokratike në drejtimin e Sali Berishës protestoi para kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Por a kanë sukses protestat të tilla si kjo e Partisë Demokratike dhe ku po shkon Berisha me opozitën, teksa shumë demokrat kanë shprehur zhgënjimin e tyre duke mos marrë pjesë në protestë. Ndërsa nga ana tjetër ku po na çon Edi Rama, ku aferat korruptive po dalin njëra pas tjetrës. Përmendim këtu atë më të rënditsen që ka të bëjë me tunelin e Llogaras sa i përket zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila është marrë edhe pa nderur nga Spaku. Për t'i dhënë përgjigje pikpyetjeve që shumë prej jush mund të kenë në këtë rast, se çfarë po ndodh me opozitën, çfarë po ndodh me qeverinë, ku po na çon Edi Rama dhe ku po shkojnë vetë shqiptarët, ne kemi të ftuar avokat Gylsen Zhlimën. Zoti Zhlima, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Zhlima, në optikën tuaj, si e pat protestën e Partisë Demokratike në drejtimin e Sali Berishës para kryeministrisë? A ka dështuar Sali Berisha në drejtimin e opozitës, duke qenë se sot nuk mblodhi aq demokrat sa do të duhej për të treguar forcën e tij apo dhe karizmën e tij politike? Zoti Berisha nuk është se nuk mblodhi njerëz në protest, Zoti Berisha thjesht bëri piknisje në një platforme të re politike brenda Partisë Demokratike, duke thënë që ai do të mbrojë fjalën e lirë dhe do të përballet me regjimin, por edhe me bandat kriminale që Edi Rama ka rreth vetes. Kjo ishte, do thoja, piknisja e tij, mesazhi i tij politik në një protest ku nuk ka rëndësi për mua shifrat, sepse shifrat për një protest nuk kanë të bëjnë për shembull në aspektin e vendimarrjes ose në aspektin e konvertimit të pjesëmarrjes në vota. Pra ju e dini shumë mirë që çdo qytetar shqiptar është i revoltuar me këtë qeveri, po ka qytetarë të cilët e votojnë këtë qeveri për shkak të rrethanave të ndryshme. Pra nuk ka të bëjë thjesht vetëm me revoltën, pra nuk ka të bëjë thjesht vetëm me protestën, ka të bëjë me njerëzit të cilët tjera në një pjesë tregojnë dhe tjera bëjnë. Pra ka të bëjë gjithmonë me atë që njerëzit thonë revolt, protest, dhe në fund fare shfaqej diçka tjetër. Prandaj për mendimin tim nuk ka të bëjë me pjesëmarrjen. Pjesëmarrja për një parti politike kuptohet në vota, në zgjedhje dhe po ka dhe po ka dhe 500.000 vota të saj. Po ka dhe nga ata që thonë që Berisha është pateric e Edi Ramës që e mban në pushtet. Një sekond, ta ndajmë rast pas rasti. Çfarë do të thotë pateric dhe pse e mban në pushtet? Sepse dhe protesta e ditës sotme ishte para kryeministrisë, ndërkohë që Edi Rama ishte në Bruksel. Po pikrisht sepse ai qëllimi ka të rrëzojë Edi Ramën dhe jo të rrëzojë Brukselin. Dhe jo, duket sikur po i jep oksigjen Edi Ramës. Po edhe një herë, ai ku do protestojë? Tek Banka e Shqipërisë. Ai do protestojë tek rivali i tij, ku atë ai rival pretendohet që do t'i marrë karriken. Sepse në rast se Zoti Berisha do të protestojë në një ministri, Zoti Berisha nuk po shkon të marrë ministrinë në drejtimin e vendit. Pra do të thotë që Zoti Berisha kërkon të marrë drejtimin e vendit tek godina e kryeministrisë, duke treguar që unë do të godas këtë godinë për shkak se kjo godinë ka banda kriminale dhe duke qenë se ka banda kriminale, ashtu siç e thot Zoti Berisha, unë do shkoj se jam njeriu më i mirë, jam alternativa më e mirë që të marrë këtë godinë dhe ta drejtoj vendin. Pra, Zoti Berisha nuk mund të shkojë tani tek një institucion tjetër ku nuk ka pse të shkojë sepse nuk pretendon të marrë atë institucion. Për Zotin Berisha, për sa i përket pjesës së patericës. Nuk po them këtë pjesë. Ideja është që ka një kontekst dhe një simbolik dhe protesta. Protesta vjen në ditën kur ai mori në dorë fletëthire nga Spaku për 20 janarin dhe në një ditë kur Rama shkon në Bruksel dhe thot kam hapur gjithë grup kapitujt dhe i tregon Bashkimit Evropian se un kam një opozit që proteston,
ka një pluralizëm politik, pra e nxjerr zbuluar opozitën dhe krijon atë farsën e të pasurit një sistem demokratik në Shqipëri. Zoti Rama vajti në Bruksel duke i thënë atyre që unë do të antarësoj Partinë Socialiste në Bashkimin Evropian dhe jo Shqipërinë, dhe nga ana tjetër pe një opozitë e cila është pjesë e një revolte, do thoja, pjesë të një demonstrimi të zgjedhjeve të cilët ishin jo në standardet e duhura. Por, çfarë duhet të them? Nuk ka rëndësi a vajti zoti Rama në Bruksel dhe hapi kapituj. Rëndësi ka a zoti Berisha dhe zoti Rama a do të bëjnë një pakt politik që këto kapituj që janë hapur do të miratohen a priori pa u pyetur populli shqiptar, sepse në fund fare fatura do të shkojë tek populli shqiptar. Këtu lind pyetja. Jo hap kapituj, se dhe unë mund të bëj një padi. E dini sa e vështirë është të mbledhësh prova, të fitosh gjyqin. Një sekond. Hapja e kapitujve është hapja e vorrit të çdo shqiptarit, më fal për shprehjen tani. Pse është vorri? Hapja e kapitujve nuk ka lidhje fare me Shiko, avokat, hapja e kapitujve nuk ka lidhje fare me realitetin, sepse ti mund të kesh realizuar në dokumente dhe në teori zhvillimin e bujqësisë, ndërkohë që Kroacia të rikthen mandarinat me pesticide. Pra, do të thotë që është një varr në rast se ne hapim kapituj dhe mbyllim kapituj brenda sekondit. Është një varr ekonomik për ekonominë e vendit dhe për çdo shqiptar që do të jetojë këtu në një vend të zhvilluar. Se po nuk e them me fjalë të rënd, asnjëri s'kupton të vërtetën. Bashkimi Evropian nuk është Bashkimi Evropian ashtu siç mendoni ju. Tani të mbetemi te pjesa e opozitës. Pra, siç po thoja që Berisha protestoi në këtë ditë ku konteksti politik ishte i tillë. Pra, Rama në Bruksel dhe ai mori flet thirrjen për 20 janarin. Tani në këtë rast shumë kusht thotë që Edi Rama nuk rrëzohet nëse Sali Berisha nuk ikën nga drejtimi i Partisë Demokratike. A qëndron ky argument apo është vetëm Berisha i cili mund ta rrëzojë Edi Ramën? Në këto momente zoti Rama nuk rrëzohet për shkak se ai ka 83 mandate. Zoti Rama nuk rrëzohet për ndonjë, do të thoja, ndonjë faktor të brendshëm. Zoti Rama e kemi thënë pse do të rrëzohet. Një faktor i brendshëm i imponuar dhe influencuar nga jashtë. Është shumë e thjeshtë kjo gjë. Nuk ka pse të futemi dhe të themi që doli zoti Berisha në protestë dhe do të rrëzojë zoti Rama. Jo, nuk ndodh kjo dhe nuk do ndodhi kurrë si kjo. Po kush është ky aktor që ka fuqi politike së brendshmi dhe fuqi politike së jashtme? Se Berisha është i shpallur non grata në SBA. Ka lidhje këto janë mashtrime, nuk ka lidhje këto, a është i shpallur apo jo. Zoti Rama e ka mesazhin aty, e din shumë mirë në rast se do të shtypi gazin ashtu siç të shtyp, do të marri pasojat dhe e din shumë mirë kur do të shtypi frenat, si do t'i shtypi dhe kur do të shkojë të bëj pakt politik me Sali Berishën. Këto janë gjëra të qarta që do të thotë në politik pa marrëveshje nuk ekziston qëndrueshmëria politike e një individit. Pra, mos prisni ju që të marrë kallashin dhe Saliu dhe Edi të fillojnë të vrasin njëri tjetrin. Ata vrasjen e kanë me marrëveshje politike. Pra, siç ndodhi marrëveshja e famshme 2008-s, ishte një vrasje fillestare për Edi Ramën, pastaj u bë një vrasje e vazhdueshme për Sali Berishën dhe Partinë Demokratike, vim në marrëveshjen e 2017-ën ishte po një vrasje marrëveshja e Bashës me Ramën për Partinë Demokratike, në fund fare u vra përfundimisht zoti Basha, vim në 2024 në zoti Berisha bën një marrëveshje me zotin Rama dhe kush u vra në fund fare u plagos zoti Berisha, po politikisht ai është ende në pra këta janë dy politikanët që mbajnë peng Shqipërinë atëherë. Po pse? Sigurisht që mbajnë peng Shqipërinë. Po pikërisht pra, prandaj po themi pikërisht pra, prandaj shtrohet avokat, prandaj shtrohet diskutimi që cila është ajo figurë në Partinë Demokratike e cila ka atë refleksion në po themi
në Selim Blu, në radhët e demokratëve që mund zëvendësoj Berishën dhe t'i kundërvihet Edi Ramës? Kisha shpresa, po shpresa mu fikën pasi në shtator asnjëri prej tyre nuk u zgju nga gjumi dhe priti derisa t'i vi flaka. Unë nuk kam shpresë që dikush nga ata të cilët unë kam cituar ta merrte në shtator, ishin potenciale të duhura që ata kishin të momentit për të shfrytzuar, nuk e shfrytzuan, thjesht u kapitulluan si individ, duke qenë një gomardare ose do të thosha një foltore ose zëdhëndës të Berishës. Nuk ka në Partinë Demokratike aktualisht një individ i cili të vinë në krye të detyrës, të vinë në nivelin e dur që të marrë nga zoti Berisha drejtimin e Partisë Demokratike. Në këto kushte që jemi, në rast se nesër, kur do të shpallen zgjedhjet për kryetar partijet Partisë Demokratike, shikojmë që do të kemi kandidatura dhe në rast se nuk do të jetë zoti Berisha kandidat për kryetar partije, sigurisht do të thojë që çdo emër duke përjashtuar zotin Berisha është e mirëpritur të garojë dhe pse jo mos të bëhet kryetar apo kryetare e Partisë Demokratike. Pra nuk ka nevojë emri, rëndësi ka që zoti Berisha duhet të garantojë që në rast se ai nuk është kandidat, një proces ligjor dhe zgjedhor të rregullt. Pse them ligjor dhe zgjedhor? Do thotë që duke zbatuar statutin dhe duke numëruar çdo vot pa mbushur kuti për njërin apo tjetrin kandidat. Avokat, sot Berisha deklaroi në protestën para kryeministrisë se ai do ta dërgojë Edi Ramën së bashku me Belinda Ballukun te Erion Veliaj. Si mendoni, a mundet dhe a ka kapacitet Berisha që ta bëjë një gjë të tillë ndërkohë që ndaj tij është hapur çështja 21 janarit teksa ka marrë edhe fletëthirrjen? 21 janari për mendimin tim është thjesht një lojë e radhës që luhet ashtu siç luan Spaku gjithmonë para se të vinë zgjedhjet lokale. Spaku do fillojë të merret me 21 janarin sepse është do të thoja ngjarja e fundit që është në ngarkim të Sali Berishës dhe Partisë Demokratike ku ka qenë në qeveri. Pra Spaku në rast se do të merret dhe do ta zbardhi ashtu siç duhet 21 janarin dhe do bëjë një hetim gjithëpërfshirës dhe të thelluar para 2027-s, do të jetë, do të thoja, ngjarje e cila do të ketë mbaruar, do të ketë përfunduar, nuk ketë më ngjarje për asnjë as në Partinë Demokratike, por as për Sali Berishën për sa i përket të pjesës së tij ku ka qeverisur vendin në 2005-2013. Pra, Spaku si një do të thoya si një guzhinet, si një do thoya tren i cili shkëputet në disa raste pastaj bashkohet me Partinë Socialiste, me asamblen e saj që gjithmonë zoti Rama ka bërë porosi dhe zoti Dumani përplotson ëndrrën e fundit të tij që për 21 janarin të vendos njerëz të pafajshëm, po edhe njerëz të cilës kanë lidhje me 21 janarin, po ka edhe disa që mund të kenë lidhje, ata që ishin te Via e Bardhë që tak dhe vrapën 4 qytetar, dhe aty tek ato 4 qytetarë të cilët u vran, mos të them që ajo që unë dyshoj është që Partia Socialiste në një moment të caktuar duhet të reflektojë, sepse në rast se ne themi që mundet të arrestohet dikush që ishte tek Via e Parë tek 21 janari, ai sot është deputet i Partisë Socialiste dhe është do të thoya edhe koma më e dhimbshme se aty kur ti thoje që Saliu është ai i cili ka bërë të keqen e këtij vendit, të rezulton nesër larg qoftë, po nesër të larg qoftë të rezulton që ai person që ka qenë në Vijën e Bardhë merret i panderur nga Spaku. Dhe ndërkohë që ti gjatë gjithë kësaj kohe e kishe kryetar bashkie, deputet dhe kështu me radhë. Dhe përveç kësaj të vjen shumë keq akoma që mirë këta të përfunduar në burgaxhi se ishin të korruptuar, por ndërsa ky të përfundon kriminal kur ti e di shumë mirë që ai ka qenë në Vijën e Bardhë dhe ti shkon edhe bën edhe kryetar bashkie edhe deputet.
Kjo sikur mua nuk më shkon mirë në logjikën time. Po ti A mendoni se Sali Berisha rrezikon burgun sa i përket çështjes së 21 janarit? Jo, as bëhet fjalë për mendimin tim në rast se bëhet edhe kjo gjë në Shqipëri, Spaku mbyllë, çojë direkt të Selia PS-s, të japi aty vendimarrjet, të notorizojë çdo gjë aty, të kalbi çdo njeri në burg, nuk ka vlerë më rendi juridik, rendi kushtetues në këtë vend, dhe në rast se marrin edhe Berishën, mund të marrin edhe një person që sapo ka lindur në 21 janar të 2011, ta kalbin në burg, sepse kështu bën këta që janë në afër partisë. Edhe njerë të jemi të logjikshëm, edhe të heqim tani ignorancën. Të lutem. Zoti Berisha ishte në vijën e bardhë të vrasjes? Jo. Po. Zoti Berisha ka dhënë urdhër? Jo. Edhe sikur të kishte dhënë urdhër, ai që ishte në vijën e bardhë dhe dinte që është e padrejtë ky urdhër, nuk e zbatonte. E thot vetë ligji këtë gjë. Unë them vritet i këte, ti do ta vrasësh kur nuk ta ndjen shpirti, edhe njerë duhet keni parasysh diçka, sepse ne flasim për ligje. Ligji nuk është diçka që erdhi nga lart dhe zbritin tokë dhe tha, hajde unë quhem ligji i Republikës Shqipërisë. Ligji nënkupton sjelljet njerëzore. Ligji nënkupton dhe përputhet me njeriu. Në rast se ti zbaton një ligj, e zbaton sepse ke logjik. Në rast se nuk ke logjik, atëherë mos e zbato. Atëherë ti duhet të kesh edhe logjikën, edhe frymën që të zbatosh edhe mos zbatosh ligjin. Avokat, çfarë po ndodh me Belinda Ballukun dhe Edi Ramën, ku mes tyre duket se ka një luftë të heshtur në mos shantazhe, presione ndaj njëri tjetrit për mos e lëshuar Edi Rama Belinda Ballukun, ku në këtë skenar që ndodhet sot ju e keni parashikuar para rreth një muaji se çfarë do të bëjë Edi Rama në raport me Belinda Ballukun, teksa kjo e fundit është marrë e panderur nga Spaku për aferën e tunelit të Llogaras. Sot datojmë datën 17/11/2025. Po. Kemi bërë edhe në muajin korrik, mos gaboj edhe një intervistë, edhe në muajin gusht mos gaboj një intervistë përsëri për zonjën Balluku dhe kisha dhënë disa këshilla që duhet kujdesi këte atë dhe puna e saj dhe kështu, po gjithsesi nuk na i marrin në referencë, por e rëndësishme është që qytetarët që na dëgjojnë e mbajnë mend dhe kujtojnë shumë mirë çdo intervistë dhe çfarë kemi thënë. Atë zonja Balluku ka bërë gabime dhe nga gabimet që ka bërë ka qenë e vetë ofruar që të bënte gabime. Tani ato gabime konvertohen në vepër penale apo quhen gabime të cilët nuk kanë qenë të me dashje, por thjesht kanë ardhur nga mirëbesimi i tepruar ndaj kryeministrit ose ndaj funksionarëve të tjerë, kjo mbetet për tu parë në hetime. Por ajo që mua më bën përsëri të ngrej pikë pyetje është kjo: pse sot tuneli, kur tuneli ishte që në 2021-shin i kallëzuar penalisht, pse prokurori i dashur e ke zvarrit hetimin deri në pikën e fundit kur ty duhet të u caktonte detyra që vendos emrin se do parashkruhet vepra penale. Zotri, vepra penale ndaj zonjës Balluku unë ta garantoj ty me një proces të rregullt ligjor dhe me gjyqtar të nivelit të duhur që tek pjesa e tendereve ministria nuk ka absolutisht asnjë funksion. Ministria ka vetëm përgjegjësi në rast se ka ushtruar presion të paligjshëm 1 dhe 2 në rast se ka shpërdoruar detyrën dhe 3 në rast se ka bërë korrupsion. Vepra penale që është faturuar zonjës Balluku është një vepër penale e cila nuk i faturohet ministrit për shkak se ministri me atë vepër penale nuk është subjekt as i posaçëm. Prandaj është një subjekt tjetër i posaçëm që e ka në detyrë të ngarkuar nga ligji organik që të jetë komisioni i vlerësimit të ofertave. Ministri Do me thënë Belinda Balluku dele larg komplet. Me këtë akuzë e pastruar fare. Po deklarata e Pacollit që tregonte
Po Pacolli që tregonte se si, po jo pra 1 minutë tani. Po vetë i thoshin në pishinë, a e biznesmenë edhe ti me pishinë, këta janë më dëgjoj pak, po ja them qytetarëve. Po jo, s'është deklaratë e rëndë, sa ai tregonte, Pacolli tregonte se si Belinda Balluku i përcaktonte tenderat në zyrën e saj. Po ku e tha ky më si ka emrin? Se është bërë palloshi gjithandaj tani. Pacolli e tha në emisionin Në Opinion të Blendi Fevziut. Po e di, po e tha edhe atje si quhet, edhe aty po e ka thënë edhe në prokuroria e zakonshme. Tani unë po të them ty këtë gjë. Po, tani unë po të them këtë gjë. Unë flas për Spakun zotëri. Nuk më intereson mua çfarë ka bërë ky me avionin. Edhe atë tjetër që dëgjova, biznesmen, më këtu është me fol me veten, më biznesmen me gjithë këto miliarda, çohet nga pishina dhe firmos shpejt. A jeni vet apo bëni vet, more? Biznesmen që prandaj ky vet ka shkuar drejt gërgërimit. Po s'na intereson ai mos se ç'a bën ai me lekët e veta, ne na intereson se ç'a bën. Jo, nuk janë lekët e veta, edhe sikur të jenë lekët e veta, ai po bën një aeroport supozojmë. Ai është pasuri kombëtare që ne do ta paguajmë fund fare. Si do Bashkimi Evropian. Po mënyra se si komunikonte Balluku me varësit e saj, si drejtoi kryeministrit, ndërhyrje, përcaktimi i tenderat, s'mana si përgjegjësi. Për zonjën Balluku më dëgjoj mua çfarë po them, vepra penale. Në rast se është ajo që e kanë publikuar, që është për barazim tek tenderat, nuk është dhe nuk ja atribuohet ministres. Mbaroi, kualifikimi i veprës penale është 0. Në rast se ke shpërdorim detyre, po. Në rast se ke ndikim të palishëm ndaj funksionarëve të tjerë, po. Në rast se ke korrupsion që nuk e ka bërë për vete, ka bërë për tjetrin, po përfiton nga korrupsioni, po. Por kurse si kjo akuzë që ka vendos Paku i partisë nga 2021, ma kalon të lirë 2021 më zgjedhje, 2022 zgjedhje, 2023 zgjedhje, 2024 zgjedhje çka kemi pasur atëre. Në 2025 zgjedhje dhe kujtohesh ti në shtator-tetor ta vendosë. Po çfarë si e ka se kur kujtohet? Çështja është se me një firmë ajo ka hedhur 50.000 euro. Fali 50 milionë euro. Erion Velia është në burg për të thuajse të njëjtën shifër apo më të madhe për të vogël se këtu ngatrojmë se jemi ngatruar me shifrat, mos themi në një shifër, dyshohet për një aferë supozojmë ose disa afera. Ndërsa kjo që është edhe në krye detyrës, pra për prokuror nuk që ka prishë provash, e kupton tani? E kupton duhet lajthisësh, e kupton? Ka ikur horizonti, e kupton? Ka ikur duhet shkosh te pesa kështu, hap derën pesa. Pse? Se njëjti institucion që quhet SPAK, Erion Veli në burg, Sali Berishën te dritarja, Ilir Meta në burg, a kupton? Bllako në burg, Koka në burg, Beqaj në burg. Ndërsa atë më mba aty. E kupton tani. Po pse pikërisht pra, pse e ka lënë në detyrë se a mund të prish provat në këtë rast? Në çdo moment më do të dyshohesh. Nuk ekziston fjala, pse ti ke pa ndonjëherë veten tënde kur e thua le drita marr SPAK-u ta marr. Pa. E prish provën, e shkatron. E di çfarë do thot provë zotëri. Në çdo formë dhe mënyrë prishet prova. Kur je në krye detyrës për të mbrojtur veten tënde, tani s'ka njëri që do t'i bëj keq vetes, tani vetëm të thot dikush po, pa deklaroj aty në koment, unë dua t'i bëj keq vetes, do të them fal, të paktën dua të vit pi kafe me ty të kuptoj logjikën tënde që duke qenë në një rrezik do t'i bësh keq vetes. Nuk ekziston zotëri, edhe shenjtor të jetë ose shenjtor të jetë, të paktën ta pastroj provën. Nuk do flas në këtë rast, po. Po ta pastroj. Në këtë rast. Po. Në këtë rast Belinda Balluku nga së është duke u mbrojtur nga shantazhet që i bën Edi Ramës që mund të ketë dosje dhe aferave korruptive që kanë bërë bashk, është duke mbrojtur Edi Rama apo ka i fuqit huaj politike që e mbron në prapasken dhe ka mbështetje? Më fal. Belinda Balluku ka cilësinë e zëvendës kryeministres. Ajo ka firmosur në çdo akt ligjor në porosi dhe në mungesë të kryeministrit. Po, kështu dalin gjithmonë vendimet e Këshillit të Ministrave. Po prit sekreti ligjor, më dëgjoj mua.
Pse nuk vendosin jurista në këto pozicione, so bëj një pyetje thjesht unë ty. Se di që kur je ti zëvendës kryeministër dhe e ke në porosi dhe në mungesë, firmos e di dhe përgjegjësinë penale. Se je dhe vetë jurist, e kupton? E kupton. Ndërsa jo tha, unë jam zëvendës kryeministre, ç'o doja ai e bëj unë. Por tani i bie që çfarë do na i e bëj unë, ajo e di shumë mirë çfarë ka bërë ai edhe kjo ja ka ekzekutuar vendimarrjen e tij. Se vendimarrja e tij ka qenë verbale. Asnjëherë kryeministri nuk ka thënë bëj këtë sepse un kam folur me X, s'ka llogari fare, ka thënë shko firmos tani edhe mos më pyet shumë. Edhe po të shikosh një mesazh që thoshte çoj shpejt se më çoj mesazh ai, e kupton, situata është akoma më e komplikuar, që do thotë bëj shpejt se dikush e kërkoi. Tani ajo që më bësh çudi mua në gjuhën shqipe është pse e them pallosh i gjatë kur ndërkohë fjalia pallosh në vetvete, po ta lexosh thot sigurisht që ka përmbajtjen e gjatë. Pra është sikur themi ndonjëherë me integritet të lartë, më fal tani. Më mirë thuaj integritet, sepse asnjëherë integriteti nuk ka lartësi, a është shumë i lartë apo i poshtë, ose më thon ti, ose them unë ti që e ke me integritet të lartë, ti do më thosh sa pon që ka integriteti im, po nuk ekziston. Prandaj këta janë me ignorancën, janë alat të fantastik. Dhe prandaj po ju them, mos futemi tek ignoranca e tyre, e cila ka qenë e qëllimt për të na bërë ne çfarë? Gjithmonë që ata të jenë viktimë dhe ne të jemi autor. Ne për shembull them sa keq kemi bërë ne atyre që i kemi votuar, sa keq kemi bërë ne atyre që i kemi mbështetur, çfarë keq kemi. Pra, e kupton, duan tek populli ata të duken viktim. Zoti Rama do të duket viktim. Pra, vetëm ata ja kanë bërë të keqen, kurse si ai asnjë të gabim, jo të keqe, më fal, kush ta të keqe, kush ta korrupsion, jo, ç'tash korrupsion. E ke fjalën për përgjimet që dolën në media. Po le të dalin çdo përgjime, çdo lloj gjëje, nuk ka rëndësi. Edhe një herë po të them, zoti Rama nuk ka bërë asgjë të keqe, nuk kuptoj pse ju më pyesni lidhje me zotin Rama dhe zonjën Balluku. Po çfarë do duhet bëj më tani se ka dalë hapur sheshit, e kupton? Nuk ka më nga ata që i hanin kumblla dhe dardha dhe fish pas shpinës. Tani jo, po kush ta tha ty? Gabim. E ke gabim. Ka. Shiko, kur unë të jap ty mirëbesim dhe ti ma bën pas shpine, është turp. Tani unë s'mund t'jem 24 tani. Nëse këto janë sofizma tani, që ai mund t'i përdor në një moment caktuar. Ideja është tani dua t'i them socialistit të ndershëm. Socialisti ndershëm, kam një mesazh për ty. Në rast se edhe ti që mund të them që i ndershëm, po unë e heq në fjalën ndershmëri në rast se ti e ke bërë, ke vjedhur ashtu siç kanë vjedhur shumica atyre që ti ke votuar dhe i voton si duke hongur nga mes deri në darkë buke e krip në shtëpinë tënde. Dhe ke fituar edhe ti, Allah të qofshin lekët. Por në rast se ti ke votuar ata, edhe ata ty nuk të kanë rritur miqenin financiare dhe të kanë lënë duke vuajtur me 100.000 lekësha pension dhe me 400.000 lekësha çnjerëzore që merren në punën tënde. Edhe të kanë arratisur fëmijët nga shtëpia dhe t'i kanë hequr larg vendit. Edhe ti ende i voton. Atëre ata e kanë kapur mesazhin dhe thënë, kur ne kemi socialist budalle, pse ne mos bëjmë këtë punë? Prandaj e kuptove tani kush është mesazhi. Kur antarësia e tyre nuk zgjohet, nuk ndërgjyqësohet, thot kur antarësia e këtyre e din që kja kanë çu gjithë familjen jashtë shtetit. Pra, ti duhet të kuptosh këtë gjë, mos prit ti nga populli opozitar kur vetë ata që janë pjesë e lojës, edhe vetë socialistët e ndershëm. Dakor, po të mbetemi te skema Rama Balluku, çfarë po luhet në këtë mes? Po kjo është pikërisht. Çfarë? Socialistët. Një sekond, do të kuptosh diçka. Rama thotë që është socialisti, ndërsa këta këtu janë rilindasit. Dhe Rama, kujdes tani se nuk e kupton edhe kur nuk e kupton. Po sa kapin njerëzit ato, prandaj them. Po për këtë punë jemi këtu ta kapin. Çfarë bën Rama? Më dëgjo mua se të flet për buxhetin Rama. Çfarë thot?
unë do shkoj te socialistët të flas për buxhetin e 2026 dhe Bashkimin Evropian. Ndërkohë kanë këte që pas ka bërë prapa kraut në tim. A kupton? Dhe ç'a bëjon tani, i tregoj këtyre për buxhetin, i lej në varfëri ekstreme, këta miratojnë në eshtje sepse gjithmonë e kuptoj kanë bërë zakon tani dhe e kanë luksin, varfërinë e kanë luks se s'bëhemi ne. Se ndërkohë kur ishte Berisha ne s'u bënim, po e pritën Rama që ta u bën 150 burgaxhi. Po është gjithë punë tjetër kjo. Pra Rama don tani të bind militantët e PS-s dhe socialistët e ndershëm që gjithë këta që do arrestohen nga Spaku, do arrestohen sepse kanë hëngër mbrapa meje. Edhe lind një pyetje e thjeshtë. Po sikur të kishin hëngër para teje, do t'i lejoje të vazhdonin në mungesën dhe porosi të firmoshin, edhe sikur të kishin marrë përqindje. Këtu lind pyetja, këtu tani jam i bindur që socialistët duhet komentojnë. Se t'ja lejmë edhe si socialistët na komentojnë. Firmosi ca kohë në fakt Erion Braçe, po ditën kur iku ktheu karrikën përmbysë dhe e kuptoi se si funksiononte. Sepse kanë dalë në një përgjim, po nuk është specifikuar në një përgjim gërma B. Më dëgjoj me vëmendje. Dhe ai në moment ku ka kuptuar që diçka s'është i zhyt Braçe, Braçe nuk është një person i cili është niveli ulët, është ka zgjuarsi. E besoj këtë gjë për Braçën, ka zgjuarsi. Dhe e them me bindje, nuk e them kështu duke bërë ndaj fresë, s'kam ndaj interes bëj fresë. Ai sa kuptoi që diçka nuk po shkonte mirë, tha vlla po marr valiçet, po marr rrobat edhe po iki. Më mirë të iki vetë se sa ky të më çoj atje. Edhe ishte i vetmi nga socialistët që po është i vetmi të cilët ka një përgjegjësi që do ta paguajnë fund fare. Ka folur, po ndërkohë ka mbështetur. Dhe në fund fare vje flaka. Po s'do ta kuptoj, sepse është akoma në atë ehorinë e pushtetit të jashtëzakonshëm. Po në fund fare vje fatura. Ka folur edhe para 2 ditësh në intervistë televizive ku tha se i takon kryeministrit që ta shkarkoj Belinda Ballukun. Pra, në një farë mënyre e atakoi pjesën e shkarkimit ose dorëheqjes të zëvendës kryeministres. Shiko, të gjithë ata atje brenda duan të largojnë zonjën Balluku sepse kishte rritur shumë nivelin e saj të raport me funksionarë të tjerë të Partisë Socialiste të qeverisë, sepse mos harroj një fakt tjetër se zoti Rama filloi shumë ta dëgjonte dhe mos harroj një fakt tjetër që zoti Rama në kohën kur ka qenë 2021 deri në 2024 sapo erdhi Trumpi, Rama filloi duke qëndruar në Shqipëri, nuk ishte më Rama që shkonte jashtë shtetit, u merrte me luftën në Ukrainë se përdorte Biden, ai mendonte sikur po bënte namin në OKB kundër Rusisë, do çonte tanker, do çonte kështu budalliqe që bënte djathas majtas. Prandaj ai sapo erdhi Trumpi, pastaj tha vlla po futemi në shtëpi tani këtu, pastaj kur fut në shtëpi, jo se nuk i dinte, se teatri, e di kush është teatri, bëj si kush, si se kuptova, më fal, ku është kthesa djathas majtas, ja nuk e, po faleminderit do ta kthej majtas djathas. Prandaj, pra Rama dinte shumë mirë punën, edhe në fund fare tha që shiko tani erdha unë edhe tani unë do veproj. Erdhi tani ai duke vepruar edhe duke pagu çfarë pas ka bërë kjo këtu namin. Po mos harro faktin që ti në 2024 Rama bën ndryshime në qeveri dhe në 2024 mori të gjithë njerëzit të cilët i kishte vendosur në një pakt me zonjën Balluku, që gjithë funksionarët që kishte ajo në administratën e saj, në ministrinë e saj, vajte dhe çfarë bëri? I bëri ministra. Tani ato individ nga zonja Balluku shkuan edhe ndryshuan timonin, bërë djathas, majtas, kështu, dhe shkonte Rama. Pra Rama tani i mori këta, i bëri edhe deputet, dhe i la të njëjtët pozicione, edhe cilësinë e ministrit dhe deputetit. Dhe prandaj po ju them juve, që zoti Rama e bën këtë gjë sepse don që të marrë njerëzit e saj, t'i bëj grupim dhe në fund fare të përcjellë atë në Pogradec. Tani në Pogradec ju e dini fare mirë çfarë është. Edhe në rast se ju e dini personalisht, mos ia thoni të tjerëve, thjesht të futen në Google të çfarë ekziston në Pogradec, është si manastir që arrin vetëm gratë. Në këtë rast, a ka i presion nga ana e vetë socialistëve që janë afër kryeministrit Edi Rama, si që përmenda rastin e Braçes, të cilët mund t'i bëjnë presion vetë Edi Ramës që ta largoj Belinda Ballukun
në mënyrë që ndoshta të shpëtoj edhe vetë, se ajo ka thënë që do ta marrë me vete edhe Edi Ramën. Nuk e besoj se ajo do ta marrë me vete Edi Ramën, të jem realist. Jo, unë e besoj, E di po. pse nuk Deri në një farë ju e pike. besoj. Nuk e merr me vete zotin Rama ajo, sepse ajo është akoma zëvendës kryeministre. Se besoj unë një person që merr me vete një person, se besoj. Kur mos Prandaj jetë. loja është shumë Kjo është një lojë shumë e bukur, por asnjëri se kupton. Të gjithë mendojnë se Spaku është i pavarur. Mendoni se është i pavarur, pavarësia e tij duket qartazi me mënyrën se si është marrë mas sigurie ndaj zonjës Balluku. Në formën momentale, prandaj u thash, mund të shkoj te manastiri i grave që rri në Pogradec, gjeni vetë çfarë është, mund të vi në një moment. Por, në rast se zoti Rama do të ndjejë rrezikun më të madh, ju ta keni parasysh që do të bën ose do të bëj veprime të tjera të cilët do të kuptosh qartazi që zoti Rama është në një hall të madh. Prandaj po ju them, zoti Rama nuk ka një hall të brendshëm në Partinë Socialiste. Hallet e brendshme në Partinë Socialiste i zgjidh vetë dhe i ka zgjidhur në çdo moment, nga momenti kur ndodhi skandali i ka zgjidhur. Ai në një moment të caktuar mund të bëjë një marrëveshje, kujdes, kur është në rrezik të brendshëm në Partinë Socialiste, në një rrezik çfarë? Që ai të thotë që shiko, un kam një dobësi. Cila është dobësia? Do t'jap një mesazh apo një sekret. Sekreti është ky. Që ne nuk e dim, po ne bëjmë një supozim. Po të marrim të mirëqenë që lista e kandidatëve të sigurt, të Fierit, të Vlorës, edhe të Elbasanit, të kenë dikim zonja Balluku. 5, 4 dhe 5. Ti kaloj nga opozita thua? Jo, s'fola unë kështu. Ti bëj grup parlamentar në vete. Edhe sikur ti bëj. Edhe ajo të jetë në manastirin e Pogradecit. Automatikisht Rama duhet të bëjë një marrëveshje politike me Sali Berishën. Pse? Marrëveshja politike është ndryshime kushtetuese. Marrëveshja politike është për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Duhet dish diçka. Edi Rama dhe Sali Berisha çdo herë që kanë patur një problem për qëndrueshmërinë e tyre në politik, janë bërë bashkë. Sa herë bëjnë tallapa, janë secili kërcimin e vet. Jemi dakord. Siç ishte rasti i Gërdecit ku Edi Rama i rritë shpatullat Sali Berishës. Edhe ata shkuan e votuan. Dhe pastaj bën ndryshimet kushtetuese. Shqyqë bravo. Të paktën kemi ne të dy memorit, kanë edhe ata që na po na ndigjojnë. Kjo është e rëndësishmja. Pra, ndodhi një ngjarje e rëndë kriminale. E dini çfarë është për mendimin tim Gërdeci? Është një ngjarje e rëndë kriminale që unë po të isha kryetar i Partisë Demokratike, zoti Mediu nuk do të ishte jo kandidat për deputet i Partisë Demokratike, po as nga selia e Partisë Demokratike nuk do kalonte kurrë në jetën e tij në rast se ngjarja e Gërdecit do ndodhte në kohën kur kam qenë unë kryeministër. Kurrë nuk do të ndodhte kjo gjë. Pra, edhe Gërdeci është një ngjarje e rëndë kriminale. Por çfarë ndodhi te Gërdeci? Te Gërdeci, në vend të tonin gjërat ashtu siç duhet, shkon Edi Rama i pari që të marri pushtetin në kurriz të viktimave të Gërdecit dhe bëri marrëveshje pakti për të mbyllur listat. Pse? Sepse i kishte hallin e brendshëm në Partinë Socialiste se do të bënte rrëmujën Fatosllama. Në 15 mars ndodhi Gërdeci, në 21 prill u bën ndryshimet kushtetuese. Tani ti kur ke një krim shtetëror, më kupton? Ose një krim privat, po krim shtetëror se është cenimi i sigurisë publike. Na erinasit, do të diskutojmë pastaj. Pra, ti në këtë moment nuk bën më marrëveshje sepse ti duhet të stabilizosh ata njerëz të cilët janë vrarë, ata njerëz të cilët janë akoma me, e dini ju që ka njerëz të cilët kanë jo vetëm dhimbje, po kanë edhe akoma kanë probleme shëndetësore të rastit të Gërdecit. Shteti në atë kohë nuk ishte ai që duhet t'i mbronte ata. Po e di çfarë ka ardhur keq?
Edhe kam pyetur një person, vlla, ty të ka ardhur nga kjo gjë të ka ardhur problemi. Ti si ka mundësi të shkosh votosh Partinë Socialiste? Kjo ma bit. Pse? Sepse ty Partia Socialiste çfarë bëri? Bëri pakt politik për të përfituar për veten. Dhe hallin tënd të Gërdecit nuk ta zgjidhi kurrë. Thjesht të vendosi duke pritur nga përgjigje dhe në fund fare s'të dha as shpëtim as gjë. Dhe çdo gjë marrëveshje politike në kurriz të interesave të qytetarëve shqiptar. Kjo është me fakte, nuk flas me thashë theme. Pastaj, shkojmë tek rasti tjetër. Çfarë ju mendoni që do të bëj zoti Rama kundrejt një parregullësie që mund të vijë në kurrizin e tij? Një marrëveshje politike e nderuar me zotin Berisha. Për aq kohë sa është zoti Berisha në Partinë Demokratike, duhet të dini që do të ekzistojë një marrëveshje politike me Edi Ramën. Dhe duhet të themi qytetarëve diçka që është e vërtetë. Dhe unë do ta them gjithmonë, në politikë zotëri shkojmë me marrëveshje. Nuk ekziston politika pa marrëveshje. Si të marrim kallashe dhe fillojmë duke i shti njëri tjetrit. Jo, politika ka marrëveshje, por çfarë janë kriteret e politikës që të kesh marrëveshje? Është dialogu, transparenca, llogaridhënia dhe në fund fare raporti jot me elektoratin tënd dhe partinë tënde drejt për drejt me atë çfarë ti ke dalë në konkluzion. Dakor, po nuk ekziston as tek PS-ja as tek PD-ja, nuk ekziston kjo gjë. Pra ju po ndërtoni një projekcion sipas të cilit Rama në një moment caktuar mund të kërkojë ndihmën e Berishës për të mbrojtur nga balluku. Në çdo moment dhe në çdo kohë. Edhe një herë po ju them, harrojeni nga mendja juaj që ai ka 83 mandate. Ai nuk i ka 83 mandate. Ai ka 53 mandate ka të sigurta. Zoti Rama. 53 jam. Sepse në herë ngatroj me shifrat. 53 që janë të sigurta. Mund të gaboj me disa, po të numruara 100% zoti Rama ka 53 mandate të Partisë Socialiste që i komandon ai. Të gjitha të tjerat mandate janë në pikpyetje sepse janë në grupime. Por, ta dini ju, 14 mandate, thjesht mos kemi në gabim do një numri, po jo lart nuk mund të bie më shumë më por se 12, i besoj se i ka dhe me shifra dhe statistika të qarta dhe piklidhjet e tyre se si ka, i ka zonja Balluku. Në moment kur zonja Balluku do të mendoj se është momenti për të filluar shtrënguar zotin Rama, do përdori mekanizmat e saj. Tani unë s'do futem si ka mekanizmat, po jam i bindur që i ka mekanizmat të ftota. E që do të ftot akull. E ke pa Everestin? Everesti ka akull ndonjëherë sepse është ftoft. Edhe po u zhveshe lakuriq. Po çfarë mekanizëm është konkretisht? Po ku e di unë tani, unë se di se këshilloj zonjën Balluku, po e vërtet është se ajo e zgjut, sepse derisa ka arritur atje lart, në mendimin tim e zgjut është, nuk besoj se tani ç'të them unë tani? Mekanizmi se Berisha po. Berisha para pak ditësh tha që ajo i ka vendosur në përgjim njerëzit e Ramës dhe ua ka bërë qartë që do t'i tërheqë edhe ata me vete nëse rrezikohet nga spaku. Shiko, në rast se ka bërë për mendimin tim është garipe. Edhe në rast ka ndodhur kjo gjë. Bravo i lum, pra do të thot që ka fut në terren ose që ka fut në valle duke studiuar situatën, ë? Kjo është e bukur. Që ajo ka natyrë tjetër nga Arion Velia, kjo asnjë diskutohet. Shiko, unë them vërtetën, ndaj asaj kam një pak vlerësimi maksimal sepse më pëlqen mënyra e saj e cila është shumë e qartë, e ftoft në vendimarrje. Shiko, në politik, kur nuk je në aspektin e vendimarrjeve ose të relatimit përpara opinionit, në fushën tjetër je më ekspert. Para pak ditësh Monika Kryemadhi e cilsoi si garipe apo bobe në raport me Edi Ramën. Dhe ndoshta edhe unë them garipe, është garipe, është e ftohtë, pra duhet keni parasysh diçka. Një person i cili është një kryedetyre dhe nuk është president republike, sepse në rast se ishte ajo, unë me atë stil që ka i shkon si president e republike,
qeret në botën e saj. Por zëvendës kryeministri dhe ma një ministri e cila ka të thosha të ardhura shumë të mëdha. Dhe ajo duhet kishte krijuar një pakt brenda Partisë Socialiste ose një pakt në raport me qytetarët, pavarësisht çfarë bindjesh politike kanë, të ishte një si tip leadershipi në të ardhmen. Ajo nuk e ka pranuar. Po nuk ka stof politik ajo. Ajo mund të ketë stof në aspektin e veprimeve të tilla të intrigës, po stof politik ajo duket qartë që nuk ka. Jo, një sekond. Ajo nuk e ka shfaqur. Një sekond. Nuk e dim. Ajo nuk e ka shfaqur sepse ka frikë. Cila është frika? Frika është, po e shfaqa, ky do më pastroj. Unë nuk e shfaq që mos të pastroj. Pra, pastrimi mos të shkojmë në kohë, e kupto, të errta, pastrim në kuptim që do të më heqin nga zëvendës kryeministre. Pra do të thotë që ajo nuk e ka shfaqur totalisht. Ajo ka një ambicie, e kuptoj, një ambicie të vogël, por nuk e ka shfaqur. Prandaj unë them që zonja Balluku, për mendimin tim, në mënyrë edhe statistikore, edhe asaj që ajo ka në mënyrën e saj të vendimarrjes dhe të veprimit të saj, e ka të qartë për mendimin tim. Unë nuk besoj se zonja Balluku do të përfundonte në këtë situatë që është sot, kur duke qenë kallëzimi që 2021. Ma kujdes, këtë fundit që po ta them do studim. 2021 kallëzimi, tani po të marrë për një vepër që s'ka lidhje fare me ty. Dhe nuk po të marrë për shpërdorim të tyre, nuk po të marrë ndikim, nuk po të marrë për korrupsion, mund të marrë pasi të ngret roli opozitës duke goditur vetëm Ballukun. Sepse ty duhet ta dish këtë gjë që opozita gjithmonë qeverin godet, por duhet godasë edhe një tjetër njeri, pra Ballukun. Dhe unë mendoj që opozita në rast se do bëjë një gabim, mendoj që mund të favorizojë Ballukun në një moment të saktuar që të përfitojë edhe Rama. Me këtë në fund. Po kjo do ta shikosh, sot është data 17, deri me datën 31 dhjetor do të shikosh realitetin. O shkon te manastiri në Pogradec, aty ku rrin vetëm gratë, o qëndron në politikën shqiptare. Por Rama, në rast se ajo qëndron në politikën shqiptare, Rama nuk do ta ketë kollaj situatën, as për vendimarrjen ndaj saj, dhe mos harro një fakt tjetër që bashkë kemi diskutuar, shkarkimin dorëheqje. Ke parë? S'ke parë. Dhe kemi studiuar dhe kemi analizuar qeshor dhe pas rastit të zotit Veliaj, që kam thonë, po Veliaj ka 5B, kjo do ketë 3D. Çfarë ishte? 5D, kjo do ketë 3D. Dhe e pe që ndodhi, morën arshën e parë, morën arshën e dytë, dhe parë se t'ja mershin zonjës Balluku akuzën atë të pandehur, kemi dhe arshën e tretë. A erdhen të 3D-t? 3 drejtorët e ARSH-s janë në procedim. Pra, këtu besoj që është momenti deri me datën 31 dhjetor të kuptojmë që jemi drejt finalizimit të asaj që themi te manastiri, apo jemi drejt një pakti që në atë pakt përfiton pak a shumë zoti Rama, por në rastin më ekstrem, Rama mund të bëj paktin politik me Sali Berishën. Dhe unë mendoj se në fund fare Rama do ta bëj paktin politik me Sali Berishën. Avokat, të ndalemi pak te vendimi që kanë marrë Shtetet Bashkuara të Amerikës për të sankcionuar kartelin e drogës Sinaloa dhe konkretisht në këtë rast disa prej bashkëpunëtorëve të këtij karteli, siç janë familja Hysa dhe midis tyre edhe luftar Hysa, i cili takoi kryeministrin Edi Rama në zyrën e këtij të fundit. A mendoni se pas kësaj lëvizje të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Edi Rama gjendet edhe më i rrezikuar dhe nën goditjen frontale të Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe në këtë rast duke qenë se Donald Trump e ka luftën ndaj karteleve të drogës një nga prioritetet kryesore? Luftën e drogës, por edhe komunizmin. Të dyja shkojnë bashkë, sepse zoti Trump nuk e lën ideologjin komuniste të bien tokë, sepse ai do të godasë të njëjtën kohë edhe zotin George Soros, i cili besoi se jam habitur pse janë vënuar,
po besoj se pak a shumë edhe George Soros do të bie patjetër në rrjetin e zotit Donald Trump. Prandaj unë mendoj që duhet brenda janarit të 2026 në janar të 2027 duhet keni parasysh që zoti Trump do të merret me luftën kundër diktaturës, luftën kundër terrorizmit, luftën kundër krimit organizuar dhe luftën kundër komunizmit. Dhe aty do të shikojmë gjëra të cilat do të jenë të paimagjinueshme për jetën tonë. Po mos harroni edhe një fakt tjetër që po tek ju e kam thënë, 69 non grata gjatë 69 ndëshkime kanë ardhur dhe po vinë. Dhe do vinë dhe do t'i shikojmë shumë shpejt. Dhe e pam edhe këtë rast. Do shikoni edhe raste të tjera, po kanë frikën që në disa raste do të dalin më shumë vonesë për shkak se do të mbahet anonimati, ashtu siç e kemi thënë që 69 nga këta do t'ju jepet letra tek personale dhe në rast se ata i shpëton edhe i del në publik do të shfaqej që janë non grata, por ne jemi koherent me atë që kemi thënë, 69 janë dhe urdhro kur i ke këta emrat, sepse mos harro fakti që na publikimi atyre thoje Albania, kupton? Pra, do thotë që administrata ose më mirë linja e Trumpit është ajo linjë që ne kemi thënë që në fillim, nga janari 2025 po shkojmë në janar të 2026, nga janari 2026 në janar të 2027, shqyr që nuk kemi qenë bardh të dy bashk funksionar në Shqipëri dhe antar të Partisë Socialiste në aspektin e asaj që themi antar të Partisë Komuniste. Po ti marrim me radhë sa i përket vendosjes sanksioneve ndaj familjes Hysa si bashkëpunëtore e kartelit Sinaloa dhe takimi i luftar Hysës në kryeministri me Edi Ramën dhe sa rrezikohet ky i fundit në këtë rast, pra, sepse këtu ka një lidhje me kartelet e drogës, pavarësisht se Edi Rama ka dhënë një version të tij për gazetar italian, ndërkohë luftar Hysa jepte një version tjetër për Bledin Fevziu në opinion se si ishin takuar midis tyre. Edhe një herë po ju them, zoti Rama ka letrën aty dhe i ka thënë gazin dhe frenat i shtyp vet, pasojat e din vet, unë të paktën do t'i jap lajmërime ose më paralajmërime dhe lajmërim dhe në fund fare do veproj. Është e drejta jote të veprosh. Tani në rast se zoti Rama vepron ashtu siç ai don, sepse egoizmi është i tepruar, pra të gjithë njerëzit kanë egoizëm. Ky është fakt konkret. Mirë, ne nuk mund t'ja penalizojmë në rast se ai është egoist dhe do të vazhdojmë me kokën e tij ta çojë deri në fund. Po përgjegjësia është individuale. Kjo dhe e dyta është që ai e di shumë mirë për çfarë bëhet fjalë. Dhe nuk ka pse ne t'i themi për shumë gjëra, sepse ai e di shumë mirë për arsyen dhe pse sot linja Trump bën këtë veprim kundër kësaj familje. Pra ju mendoni? Po, pra ju mendoni se Shteti Bashkuar? Ti jemi realist, nuk është kaq shumë ai aq nivel të lartë që ka ai, si quhet ai, luftar Hysa. Nuk ka kaq shumë impakt, por është mesazh zotëri. Është mesazh i qartë. Unë edhe ti dhe ai qytetari thjesht po na ndjek thot, po lere tani çfarë mesazhe janë këto? Ora është mesazh për atë, për Ramën. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dashur t'i dërgojnë mesazh Edi Ramës duke sanksionuar pikërisht këtë person. Nuk e llogarit Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Ramën. Linja Trump ndaj Ramës. Dgjoj, linja Trump ka një zakon. Të ndjek, po nuk reagon. Rama ka bërë gabim, ka folur kundër Trumpit në kohën kur ai ka qenë në kandidat për president. Fitoi. Dikush do më thot pse nuk reagoi Trumpi atëherë. Trumpi bërë një gabim që mor vetëm me politikën e brendshme amerikane dhe shumë pak me politikën e jashtme amerikane. Trumpi duke parë gabimin atëshme, tha që unë do futem përsëri, do merrem nga jashtë dhe pastaj do filloj me brenda. Dhe ju e patë shumë mirë, sa po erdhi Trump, filloi politikën e jashtme në pikat e ngrota që kishin zjarr
bëri atë punën e tij duke I fik ato zjarret dhe tani avash po shkon të marri atë që ne themi hakun apo më mirë hakmarrjen e tij ndaj atyre të cilët ai ka dëgjuar që e kanë nënvlerësuar. Prandaj ju duhet të dini që linja Trump bën këtë veprim. Dhe prandaj Trumpi thotë që linja ime duhet të vazhdoj me pasardhësin tim. Prandaj po bën gati zëvendës presidentit. Prandaj ju duhet të keni parasysh diçka. Familja shqiptare që u godit në këtë sankcion nuk ka ndonjë leverti të madhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo, çështja e luftës kundër trafikut të drogës, sepse nuk I interesohet për emrat. Në këtë rast ne pyesim që Edi Rama e ka bërë mullar sa I përket çështjeve të tilla në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, se ka dhe dosjen e Charles Megorigal në SBA ku korruptoi ish agentin e FBI-s. Dyshohet I dashur Bardh, dyshohet që ka korruptuar sepse përmendet 14 herë në dosje. Jo, dhe ti tani dyshohet që ka ndodhur kjo gjë. Pra ne nuk themi edhe sikur të përmendet edhe ti edhe mua mund të përmendin nga mjes deri në darkë. Do thotë që ne kemi bërë, jo, po prit. A kemi këtu ne institucione që të jetojnë dhe të kërkojnë të dhënat e këtij tetimi? A kemi një SPAK I cili duhet veprojë dhe jo duke zvarritur dhe duke parashkruar vepra penale? Tani këtu duhet të diskutojmë. Prandaj them, familja hysa që u godit nga sanksionet e linjës Trump kanë të bëjnë pikrisht me veprimtarinë e zotit Rama kundër Donald Trump nga 2016 në vazhdim. Nuk mund të shpreh më shumë sepse është e kohë të ripërsëris të njëjtat fjali që I kemi thënë ne. Por ti ta dish dhe opinioni publik që na ndjek dhe duke I falendëruar gjithmonë për like-et e tyre dhe komentet të bukura që bën të jashtëzakonshme, dua t'i them, ne ju themi të vërtetën, jemi koherent në atë që themi, nuk shpifim, nuk ulim njerëz, por thjesht ju kërkojmë që vigjilenca, por edhe reflektimi, edhe përpunimi I mesazhit që japim, duhet vi në favorin e familjes tuaj përpara dhe mos u bëni militant duke pasuruar familje të tjera të cilët ju I mbani nga mjes deri në darkë me para. Dhe ndërkohë ju jetoni në varfërinë ekstreme. Kaq them. Në rast se doni, vazhdoni, jeta juaj bëni, çfarë do shpirti. Por ne ju a themi që ju a parandalojmë këtë fenomen. Edhe një pyetje sa I përket pjesës së Edi Ramës në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Administrata Trump ai ka dërguar, po themi, atë zarfin e zi, siç ua dërgojnë liderëve të tillë autokrat në zyrë kryeministrit Edi Rama, dhe nga ana tjetër ai ka tërhequr veshin vet Altin Dumanit, por edhe SPAK-ut si institucion për të vepruar sa I përket dosjes së Charles Megorigal. Jo, t'jemi prerë këtu përsa I përket SPAK-ut, këto takime nuk kanë të bëjnë me arritjet e këto që flasin për krimin organizuar, arrestoni këtë, thjesht është një mesazh I përgjithshëm që inkurajojmë si institucion që luftoni krimin organizuar dhe korrupsionin, të vazhdoni aksionin tuaj përsa I përket luftës reale me prova dhe fakte, dhe jo statistika dhe për korrupsionin dhe për krimin organizuar që ka bërë SPAK-u vazhdimisht dhe këto 3 vitet e fundit në mënyrë të jashtëzakonshme zoti Dumani duke prodhuar vetëm statistika që sa të kënaqë zotin Rama që fut në burg njerëz të cilët janë pa prova. Zoti Dumani nuk ka mbështetjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky është një mashtrim publik që populli duhet të thotë që derisa u takon me amerikanët ka një mbështetje zoti Dumani. Jo, amerikanët mbështesin institucionin si godinë dhe si frymëzim derisa është edhe amerikan në kuptimin e fjalive të mëdha. Dakor, po ambasada amerikane kishte nxjerrë njoftimin, një moment, ambasada amerikane kishte nxjerrë njoftimin që rifillon punën normalisht pas përfundimit të mbylljes së qeverisë dhe në foto kishte zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit. Aty I ngeli atëre kur dha njoftimin që po mbyllim Facebook-un dhe sapo erdhi e drejta për të dalë në Facebook, doli dhe tha mbështesim, tha. Dëgjoj mua tani. Tani një ambasador del në Facebook sikur Facebook paguhet tani. Po jo,
Ishte foto e Mark Fleming me Altin Dumanin. Paguan ti lek në Facebook, më kur hap Facebookun për të parë. Po nuk ka lidhje ajo prapë. Jo, dëgjoj mua. Paguan ti lek, jo, po lektorën çesharake më tallet popull. Po nuk ka lidhje ajo, po thosha diçka tjetër tani. Edhe një herë po them, për punën e kësaj te Facebooku që hapet dhe mbyllur. Po jo, nuk ka lidhje Facebooku po. Po e di më ku e ke ti hallin te thelbi fotografisë, po le të them unë atë që dua. Çfarë dua të them? Okej. Të foto që ti pe ishte një foto tradicionale që ndodh vazhdimisht. Edhe Yuri Kim nuk thoshte Po nuk është pas simbolika ajo, se është zëvendës dimës sekretari amerikan i shtetit. Po Yuri Kim pinte kafe me Rion Veli e thoshte luftoni krimin organizuar dhe korrupsionin? Po. O arrestoi Rion Veli për korrupsionin? Po. Tani ky tjetri erdhi dhe thotë, edhe ky këtë do thotë, ti mendon se ai funksionar publik amerikan do vit thotë mos luftoni krimin organizuar dhe korrupsionin? Është absurde, s'do ndodh kur kjo gjë. Prandaj po them, lere çfarë ndodh tek përmbajtja e fotos. Tek përmbajtja e fotos është pikërisht kjo gjë. Çfarë? Kur është me u godit opozita, e përdorin foton amerikane dhe fillojnë marrin sanksione kundër opozitarëve. Edhe thënë, e bërëm këtë se e kishim Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Puf, ulet ai niveli popullit që thot, mo qa pse e bërën këta, o militar, po na erdhi ky nga jashtë këto. Pra e kupton populli që ta haja të sapunin për djath, ti ngeci pastaj. Prandaj them që mos shikoni foton dhe përmbajtjen e fotos. Është kod, asnjë funksionar publik ndërkombëtar nuk do vinë të thonë këtu, çfarë bëret ju, luftuat krimin organizuar, turp nuk keni, kur nuk ndodh kjo. Prandaj po ju them, funksionarët amerikanë që vinë, është një atu për këta që janë në SPAK, që fillojnë të thënë qa? Bardhin, brenda, qa? Zhlimën, flet edhe ky për SPAK, brenda, qa? Korrupsion, s'ka problem. Brenda. Pra, e kupton si është situata. Sa herë vjen një funksionar dhe thot luftoni krimin organizuar, ata marrin të mëgjetë thonë, emir, brenda. Brenda, s'ka gjë, prova, s'ka problem. Mos qesh, është e vërtet, kam dosje, vlla, kam dosje dhe është e tmerrshme. Kanë fut njerëz zore pa prova, e di e çe për bandave kriminale, do them në temën tjetër për kur të kemi. E çe për bandave kriminale. Nuk kapi njerëz që janë të bandave, ke njerëz që kanë procedim penal, thënë merren gjithë listën aty, shkojnë dhe arrestojnë të shtëpia dhe futeni këtu brenda. Se biznes o vlla. Biznes, statistik. Mblidhen gjithë këta Renea, kështu shkojnë bëjnë aksion, fushkruajnë nikël këtë. Ka mbaruar sapet ai me drejtësinë. Këta shkojnë e varrasin e futin burg aty, familja nga mrapa duke e mbrojtur kështu. Të lutem, duhet të jemi serioz më. Nuk është SPAK-u ashtu siç mendoni më. SPAK-u ka i thit situata. E pe rastin e Rinasit. E pe. Sa mesazhe dha? Po, do ndalemi më pas aty, Po të thuaj pastaj. Po të ndalemi ka luftuar SPAK-u krimin organizuar. Që i thot ky amerikano-kinezi australiani çfarë është? Luftoni krimin organizuar. Sa e kanë luftuar? E ke dëgjuar Dumani çfarë thot? Na sillni kallëzime penale. Pse ti ekziston ç'është një kallëzim penal ti kundër krimit organizuar dhe unë? Pse na e mban? Jo të themi realist, na e mban ti çem në kallëzim penal. Kjo është vërtet. Edhe unë të jem kështu, zoti Dumani, me datën kaq, ti vetëm duke e menduar që do bësh një kallëzim penal, ti nuk e din sa OPG janë të lidhur me krimin, sa policia janë të lidhur me krimin, dhe ti sa të çosh kallëzimin pastaj funerali është kështu për ty. A e kupton tani? Prandaj ti jemi realist tani për këtë gjë tani, mos të them gjërat popullit budalliqe nga mis deri në darkë. Ku ekziston kallëzimi ndaj krimit organizuar apo grupeve të strukturuara kriminale? Të luftojnë në flagrancë. Dhe ata nuk marrin masa të luftojnë në flagrancë. S'det thjesht statistika. Edhe për korrupsionin, statistika. Futën këte president, futën këte kryeministër, e unë bëra nami, po pas shumë vitesh, ma e mërë që Dumani do pendohet. Mas shumë vitesh do dalin nga vetë Amerika, do dalin përgjime të funksionarëve të saj të cilët ka qenë në dëm të sovranitet të një shteti. E di kur do dalin? Ku shteti që është në një krizë, do përdorë që dali Amerika është siko, ne i pam, këta ishin tanët, po ne po ja themi që këta ju a bërën këte grobë, po nuk ja bërëm ne, po ja bërën ato për qëllim X dhe dë gjërat. Edhe aty kur qikosh ti të përfshirë prokuror, po dalë pak më vonesta, nuk dalë direkt, se Amerikanët kanë diçka të bukur të përdorë,
të skanojnë, të fusin në kurthe. Ti mendon se kurthet janë privilegj që do marrësh në azile dhe familje dhe atë çosh në Amerikë dhe kështu, të fusin aty në grop kështu në borxhe nga mes deri në darkë dhe në fund fare thonë, "Më fal, nuk merremi ne me çështje të brendshme, zgjidhe hallin me shtetin tënd, ne kaq kishim mundësi monitorimi dhe mbështetje." Prandaj them, këto fotografi, këto pikpamje dhe këto nënkuptime kanë. Të ndalemi pak tek çështja e Arben Ahmetajt, ku drejtësia shqiptare kërkon ekstradimin e tij nga Zvicra për të përballur me akuzat që SPAK ka ngritur ndaj tij, sidomos ndaj çështjes kompanisë Buka. Në këtë rast Arben Ahmetaj ka reaguar duke thënë që kërkesa ka qenë e vjetër dhe se gjithçka që po ngre SPAK-u tani është një tymnaj mediatike. Ju si mendoni në këtë rast, a do të vijë Arben Ahmetaj të dëshmojë në SPAK dhe a mund ta fundosë ai Edi Ramën, Belinda Pallukun dhe gjithë ato që ai ka konsideruar si organizatë kriminale? Unë të jem realist me ju, do them që zoti Ahmetaj ish kryeminist, zëvendës kryeministër në Republikën e Shqipërisë dhe shoku i ngushtë Edi Ramës e kuptoi me shumë vonesë që Edi Rama ja bëri vorrin dhe ja bëri gropën. Tani ky individ a do ekstradohet në Shqipëri? Për mua ai duhet të vinë në Shqipëri dhe thjesht të dëshmoj me emër dhe mbi emër çfarë kanë parë sytë e tij dhe çfarë kanë dëgjuar feshët e tij në drejtimin e Shqipërisë nga zoti Edi Rama, po ja them nga 2017 nuk më merr më poshtë. Duhet të bëhet një dëshmitar i vërtet, i fortë, i mirë për të arritur objektivin që të shpëtojë dhe veten e tij dhe familjen e tij, por në të njëjtën kohë dhe popullin shqiptar, në rast se don ta shpëtojë popullin shqiptar dhe duhet të kemi parasysh që ai din shumë të vërteta dhe këto që thot janë shumë pak të vërteta. Din vërteta dhe më të shumta se aq, sa thot ditë për ditë edhe çuditërisht vetëm te një televizion, te Syri televizion. Sikur ka ndaluar këtu tek ne televizionet e tjera dhe s'ka të tjera të cilët duan të bëjnë një lajm të tillë. Dhe na figuroka që Syri që ka më i fortë se televizionet e tjera. Dhe Syri që ka më i pavarur se televizionet e tjera. Okej, inshallah gabofsha sepse edhe unë njeri jam, gaboj. Tani, për sa i përket ekstradimit, ekziston një fakt, të cilën ju nuk e dini, dhe po ja them unë. Fakti është me dy faktorë. Faktori parë është një dorë transparente që kërkon ardhin e tij, pra ekstradimin e tij, por në të njëjtën kohë është edhe një dorë e errët, e cila nuk dukej në publik, pra nuk e din SPAK-u dhe sigurisht ndalon ekstradimin. Dikush do thotë marrëveshje. Dikush do thotë hajde marrëveshje sepse ne kemi, s'kemi, jo është interpretimi, po jo Zvicra është shtet i së drejtës. Po jam dakord që Zvicra është shtet i së drejtës dhe shtet demokratik, Nuk është Zvicra këta që kanë frikë të flasin edhe këta që nuk dalin në protestë ose këta të cilët thënë që jemi mirë me aq sa jemi, Zvicra është shtet demokratik, shtet i së drejtës. Por Zvicra ka një problem. Kur shikon që ti që në fillimet e para je i papam, pra je i paqartë në atë çfarë ti kërkon dhe je institucion publik, thot opa, kur institucioni nuk din çfarë don dhe ndërkohë kërkon gjëra të tjera për tjera, këtu sigurisht nuk kemi anër profesionale. Nuk del Zvicra thot korrigjoni budalliqe sepse këtu jemi shtet ne, ndërsa ju jeni aty akoma partia për punës, nuk e bën këtë gjë, por Zvicra thot sigurisht nga rregulli i saj dhe nga drejtësia e saj që jo, nuk do ekstradohet zoti Ahmetaj. Por shikoni një rast të ekstradimit dhe dua ta mbani dhe ta keni, do thoya, parasysh dhe ta mendoni gjithmonë ku ekziston fjalia ekstradim. Ekstradimi në çdo shtet të botës
edhe ai më diktatorial, ka kriterin kryesor që janë kriteret politike. Mirë, janë kriteret politike. Dhe gjithmonë në çdo vend më demokratik dhe më diktatorial, ministri i drejtësisë që është ministër politik, që thënë këta ajo budalliqe thënë, është politik, merr penën, mbi letër dhe firmos kërkesën për ekstradim. Dhe ministri krau Matan e shikon në rast se kjo është një kërkesë e drejtë, analizon dhe ja referon organit kompetent që në shumicën e rasteve janë gjykatat respektive në vendet ku është personi që është azil kërkues. Tani ka dhe një sekret. Ekziston një sekret dhe ma dëgjoni me vëmendje sepse këtu do kuptoni pse vullneti i Spakut është të merret me procedurë dhe pse vullneti i qeverisë është të shmang marrëveshje ekstreme me Zvicrën. Çfarë do të thënë të dyja bashk veç e veç dhe bashkarisht? Veç e veç Spaku thot, ai le të dali të syri nga mjesi deri në darkë, le të flasi, mua as më intereson, unë kam bërë procedurën dhe pres ekstradimin. Qeveria thot, unë kam bërë punën time ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë dhe puna po vazhdon, por në rast se kryeministri i vendit, shiko tani, e lexon kodin e procedurës penale dhe pjesën e ekstradimit, ashtu siç duhet, jo në kuptime të tjera, mund të bëjë një pakt ekstrem marrëveshje me Zvicrën, edhe t'i thoj e dua zish zëvendës kryeministrin në Tiranë. Përndryshe do kemi konflikte. Po kjo kërkon vullnet. Kjo kërkon guxim. Kjo kërkon vendimarrje. Kjo kërkon në fund fare çfarë kërkon? Kërkon që po erdhi ky person në Tiranë, do bëhet petito për atë që do ta kërkoj të vi. Prandaj them që kjo do të jetë gjithmonë një flak e cila nxjerr vetëm tym, por gjithmonë tek tymi, po dolin ai tym i bardh, sepse dalin në disa raste tym i bardh, do të jetë fatale për atë të cilët e ka insistuar të bëhet të vi, por në fund fare do të jetë, do të thoja një vështirësi për personin i cili do të vinë në Shqipëri dhe të jetojë. Prandaj them që zoti Ahmetaj për mendimin tim nuk besoj që do të ekstradohet, por në rast se do të kemi një vullnet tjetër politik në vend, nuk do kemi këtë kryeministër, do të vijë një qeveri tjetër në këtë vend, dhe do qeveriset vendin me standarde dhe parime demokratike, me vlera dhe parime europiane, duke besuar në meritokraci, në llogaridhënie, në drejtësi konkrete dhe reale në këtë vendit, çdo person nga Spaku, nga drejtësia e famshme, nga politikanët të cilët janë arratisur, çdo lloj natyre që kanë pasur, kanë qeverisur, keq qeverisur këtë vend, kanë punuar në këtë vend, kanë abuzuar me këtë vend, nuk i shpëtojnë, ma dëgjoni me këtë. Nuk e di a në kuptimin a do ndodh dikur kjo gjë, por unë po të them, në rast se ka vullnet politik në këtë vend, edhe kjo qeveri ndryshon dhe vjen një e re që ka këto parime që unë të thash, asnjëri prej tyre nuk përfiton në ekstradim. Ta garantoj unë ty 1000%. Këta i ke këtu në Shqipëri dhe do marrin pasoja të rënda, po të them. Por gjithmonë, në rast se vjen një qeveri e pavarur e cila kërkon të vendosë drejtësi. Prandaj them, mos besoni tek azil kërkuesit dhe mos besoni se ekstradimi pengohet gjithmonë. Bani një rezervë të vogël, sepse do ju duhet. Avokat, Erion Veliaj ka kërkuar që të ketë laptop në qeli që të njihet me aktet e çështjes tij dhe në raportet që ka me avokatët e tij. Si mendoni, çfarë mund të lexojmë në këtë rast dhe ç'është kjo lëvizje e Erion Veliajt? Kërkon që të drejtojë Bashkinë e Tiranës me laptop nga qelia? Jo, ajo me sa kuptova unë është për sa i përket akteve që ai është i akuzuar, nuk e di sa është faqja e tyre, pra sa faqe ka,
besoj se edhe ai duhet të ketë shumë faqe, te i kalo 50.000 faqe në rast se i kanë bërë akuzë këta edhe i kanë mbledh çdo lloj prove, edhe mos qenë provë, po thjesht çdo fakt, çdo akt shkresor. Zoti Veliaj mendoj se kërkon një të drejtë procedurale që Zotit Veliaj mund t'ja japin në shumë vonesë, po një qytetari të thjesht që është në kushtet e izolimit nuk ja japin kurrë. Dhe është reforma që ka votuar Partia Socialiste dhe ata qytetarë që janë të paraburgosur së të dënuar që kanë votuar Partia Socialiste, të jemi realist. Pra, apo mos ndoshta do të hap ato USB-n që thanë në gjykatë kushtetuese se kam një USB thanë në qeli. Po, Zoti Veliaj mund të hapi USB-n dhe t'ja çojë tek vendi ku e din shumë mirë kush dalin rezultatet, ku dalin ato si themi lajmet. E dim shumë mirë, mos të flasim kot. Ne thjesht jemi parashtrojmë një fakt, qytetarët ta përpunojnë faktin dhe të kuptojnë qartësi kujt dhe i referohet dhe si referohet USB-s, por unë dua t'ju them juve që Zoti Veliaj kërkon një të drejtë procedurale, ajo e drejtë procedurale po ju dha Zotit Veliaj duhet t'i japet çdo tjetër person që është i paraburgosur dhe mbahet në mas siguri e arrest në burg. Prandaj unë mendoj që izolimi i kësaj forme ndaj Zotit Veliaj është e padrejtë, nuk përputhet me standardet dhe me atë që Spaku thot vetë që janë të pavarur, ndërkohë në masat të tjera sigurie janë tmerrsisht të varur dhe të friksuar për masat të tilla sigurie. Prandaj unë mendoj për rastin e Zotit Veliaj është një e drejtë e tij dhe uroj që ministria ose institucionet e drejtësisë t'ja japin. Në rast se nuk ja japin, sigurisht Zoti Veliaj do ketë mundësi ku të ankohet në gjykata të tjera dhe ndërkombëtare. Po jam i bindur që Zoti Veliaj në një moment të vështirë, por jo të pamundur, në gjykatat ndërkombëtare do gjejë të drejtën e tij, po besoj se do jetë vonë në rastin penal, por ajo që Zoti Veliaj duhet të gjymojë shpejt është një marrëveshje ekstreme politike me Ilir Metën dhe Sali Berishën. Dikush që do dëgjojë të thotë çfarë po thua, por është e vërtetë. Në rast se Zoti Veliaj vazhdon vetminë e tij në paraburgim dhe nuk bën një marrëveshje të mirëfillt politike me Zotin Berisha dhe Zotin Meta, unë besoj se Zoti Veliaj pas 2027-s nuk do të jetë më pjesë e politikës shqiptare dhe do të jetë i jo dëshiruar nga qytetarët për shkak të keq menaxhimit të profilit të tij në drejtimin e Bashkisë së Tiranës dhe në mënyrën e arrogant që ka përdorur në kohën kur ai ka qenë në drejtim. Edhe është aktualisht në drejtim, po me pak do të thoja kufizime. Prandaj mendoj që edhe përfundoj që po Zoti Veliaj duke kërkuar njohje me aktet ka kërkuar në të njëjtën kohë që edhe USB-ja duhet të fillojë të veprojë kundër Zotit Rama. Të rikthehemi pak tek Arben Ahmetaj, i cili ka deklaruar se nëse ai do të bënte transaksione për të cilat flitet se ka bërë transaksion për 3 milionë euro është drejt Austrisë, ato do ta kishin varur mes Tiranës. Ndërkohë nga ana tjetër ka treguar se ai është kërcënuar ku ka marrë 3 telefonata misterioze nga njerëz të panjohur, ndoshta edhe të fuqishëm, siç është shprehur ai. Në këtë rast, çfarë po ndodh me Arben Ahmetajn? Apo përbën ai një shqetësim për Edi Ramën? Jo, nuk bën shqetësim. Jo, Zoti Rama, të keni parasysh diçka, nuk ka shqetësim nga Zoti Ahmetaj. As bëhet fjalë. Po çfarë duhet të tregoj më Ahmetaj sa i përket aferave korruptive të Edi Ramës? Jo, ka të tjera ai që po patjetër që mund të ketë, po çfarë duhet të tregoj më? Por Zoti Rama para 11 maj kishte hall. Realizu 11 maj, mori 83 mandate me ndihmën e Spakut dhe Dumanit. Zoti Rama nuk ka më nevojë as të mbrohet as të fshihet nga Zoti Ahmetaj. Dhe kërcënimet që Zoti Ahmetaj i tregon përpara qytetarëve shqiptar e bën që nesër te komisioni i asaj që flasim ne të azilit në Zvicër të thotë që urdhëro publikisht njoftova popullin tim me antarët e partisë time që jam i sulmuar nga kryetari i partisë time që aktualisht është kryeministër i vendit, që 3 telefonata të huaj më kanë marrë në telefon dhe po verifikojnë nga institucione të ndryshme. S'ka pikë rëndësie. Për Zotin Rama, Zoti Ahmetaj ka mbaruar pas 11 majit. Pse ka mbaruar? Sepse Zoti Rama
u mbështet nga Spaku, nga task forca e famshme. Mani men ju sa herë më keni pyetur, a do prodhojnë ai gjë, a do bëjnë ai gjë? Asgjë nuk prodhoi task forca. Dhe çfarë bëri task forca? Ndihmoi Partinë Socialiste, ndihmoi zotin Rama, e bëri kryeministër, i dha edhe më shumë sa duhet, se aty kur ti i ke të gjithë pothuajse korruptuar për shkuar në burg dhe ti në votimet shkon edhe merr shumicën dërmuese nga Spaku që të ndihmon dhe arreston të gjithë që janë të opozitës edhe në kohë fushate dhe nuk arreston të paktën një të partisë tënde dhe atë të partisë tënde arreston pasi janë certifikuar zgjedhjet. Tani çfarë duhet të jesh kaq shumë i smund në aspektin e të perceptuarit që mos të kuptosh që Spaku me task forcën dhe Spakun dhe aksionet që bën është në ndihmë të Edi Ramës. Duhet të mendosh akoma që ekziston drejtësia në Shqipëri. Jo, nuk ekziston më drejtësia. Ka mbaruar drejtësia në Shqipëri. Sot në Shqipëri ekziston frika, jo drejtësia. Po, një moment, të ndalemi sërish te Ahmetaj. Ahmetaj ka deklaruar se kërcënimet i ka marrë pas daljes së aferës së tunelit të Llogaras. Në këtë rast, kemi të bëjmë një betejë nga ana e Belinda Ballukut kundrejt Arben Ahmetajt, duke qenë se ai ishte ndër të parët që denoncoi aferat korruptive, qoftë të kryeministit Edi Rama, por edhe të Belinda Ballukut përpara se Spaku të vepronte. Jo, nuk e besoj që ka të bëjë as zonja Balluku, as zoti Rama. Unë besoj se këto kërcënime janë kërcënime të cilët vetë zoti Ahmeta i tregon, sepse do t'i tregoj te një komision i cili është në varësi të kërkesës së tij për azil politik. Zoti Rama dhe zonja Balluku janë shumë të qartë dhe janë shumë falenderues ndaj Spakut, dhe një po ta them, për arritjen e këtij rezultati zgjedhor. Po ndërkohë ka një luftë dhe një përballje mes Ahmetajt dhe Ballukut, nuk është thjesht akuza në distancë. Zonja Balluku nuk e ka përmendur kurrë dhe ai thjesht foli për një fakt konkret penal, ishte kallëzuar në prokurori. Shiko tani çfarë bëri Ahmetaj që nuk e kuptojmë. Dëgjoj çfarë bëri. Ai bëri këtë gjë. Janë disa dosje në Spak. Unë për shembull nuk e di sa çfarë dosje janë në Spak dhe nuk mund të them. Në rast se më thot dikush diçka, do ta them. Nuk është një dosje që e kanë lënë aty në arrest. E dal unë dhe them, o bardhi, është një dosje me këtë fraksion, me këto të dhëna dhe e kanë lënë prokurorin në arrest se ka harruar ku i bjen dosja, për shkak se ka shumë dosje. Dhe tani ti ç'a bën? Fillon edhe tel në televizor, edhe thu për atë dosjen. Tani ti e din atë dosje. Po ti si e din atë dosje? Se dikush ta ka thënë. Sepse unë tani nuk e di çfarë dosje kanë prokurorët atje. Kanë dosje me prova, kanë pa prova, i stisin provat që i stisin as bëhet fjalë, po kanë prova me pak fjalë, aj sa kanë. Ose më mirë, kanë fakte, aj sa kanë, s'ka rëndësi mos jenë prova. Pra, ai e dinte që ekzistonte një kallëzim 2021. Tani çfarë bëri ai? Mori materialin akoma dhe më shumë të kallëzimit, doli çuditërisht te syri televizion, krau i djathtë si televizion, e citoi aty, mirë, edhe i tha atyre që shiko, ka tuneli Llogaras. Po në të njëjtën kohë ishte edhe prokurori që e mante zvarr të gjithë atë që në 2021 zvarr procedimin. Deri këtu jemi në rregull. Dhe ai ç'a bën? Do shkoj te komisioni kur do ta pyesin, kur t'i thënë diçka, ai do shkoj aty dhe do t'i thotë: Zotri, e denoncova, urdhro fakti konkret, ajo është e proceduar, merr disa lajme, disa revista, thot diçka kryeministri, i thot urdhro zotri, unë e kam këtu faktin, Rama do më bëj në Spak, jo të pandehur, po kalu të pandehurit. Pra fitoi çfarë? Mund të jenë edhe të vërteta dhe nuk e dim. Edhe një herë, nuk flasim për faktet a janë të vërteta apo jo. Ne flasim për faktin që ekziston një procedim penal, ekziston një mas sigurie, ose një procedim penal e cila është pa mas sigurie dhe personi ndaj të cilit është person që Ahmeta i ka treguar në intervistë, dhe ky është fakt konkret për autoritetet zviceriane. Kaq do Ahmetaj, nuk do më shumë Ahmetaj, nuk do
ti thot ta kalbin dhe kështu, nuk do ai këto gjëra. Si interesojnë. Prandaj them, ai thot, unë e bëra këtë, në të njëjtën kohë çuditërisht dikush merr nga jashtë kështu në rreth e qark e denoncon, i bën ai kështu, ai shqetësohet, e kap zemër, kap paniku. Mirë, edhe shkoj te komisioni, thot, shiko, ma men këtë që kam thënë herës tjetër në intervistën, po, thot. Na më kanë erdhur dhe këtu tani sapo u bër fakti duke edhe proceduar atë. Dhe dëgjoj mua, ambasada e zviceriane në Tiranë merr informacion të saktë çfarë ndodh në realitetin shqiptar dhe ja përcjell autoritetëve të tyre. Më fal, ambasada zviceriane është shtet serioz zotëri. Kur ka marrë telefonin njëra zviceriane për një qytetar shqiptar që ishte në Zvicër, ai më tha këtë gjë, të betohem, dhe disa kam qëndruar i magnitur, më vlla, thash, o zot, shkoj të bëjmë zvicerian. Më tha, unë po të jap tha shpjegime. Po këto janë rrugët që duhet ndiqen. Më foli sikur unë e kisha njohur atë 100 vitet më para. Dhe më dha shpjegim të papar dhe më tha që ne funksionojmë kështu. Dhe unë jam i bindur pse po ta them që është shtet dhe madje shtet dhe ambasada këtu bën punën e saj, e çon atë ku duhet tek vendi i tyre dhe i thon, shiko, në Shqipëri doni ju ka këto fakte konkrete kundër politikës dhe kështu procedon spaku. Le tani çfarë financime bë dhe çfarë show, çfarë fotografi bën me njëri tjetrën. Kto janë thjesht figurative. Prandaj po them, Hametaj garantoi veten e tij qëndrueshmërinë e tij në azil. Dhe përveç kësaj, garantoi që Rama të jetë i qetë në asaj që bën punën e vet. Tani pse fajin e ka Belinda për këtë rast, punë e Belindës s'është faji Ramës dhe Hametajt. Lutem. Po a ka një luftë këtu, a ka një luftë në këtë rast Belinda Balluku, Erion Veliaj dhe Belinda Balluku, Arben Ahmetaj? Jo, ka një luftë të brendshëm për sa i përket të qëndrueshmërisë së besnikërisë dhe të asaj që ne themi ndershmërisë. Tani kjo e fundit është pak me pikë pyetje, por e vërteta është që duhet ta themi si fjali, po nuk e besoj, po gjithsesi duhet ta themi. Për mendimin tim, të jem realist me ju, nuk ka ndonjë grup apo ndonjë kërcënim, sepse të tre këto faktor që ti përmende, pra Veliaj, Balluku dhe Ahmetaj, ndodhen secili në hallet e veta. Ti duhet të kesh parasysh diçka, që kur pushteti i çdo lloj natyre, pushtet nuk është vetëm ekzekutive, është ekonomik, është mafioz, si të dësh të shpirti, pra është pushtet, pra ekziston një fuqi të atit pushteti që imponon. Kur ka përçarje ose kur ka luftë të brendshëm, nuk është kurrë se si i stabilizuar dhe gati për të përballur me kundërshtarin. Dhe asnjëherë në vetvete nuk është i organizuar për të materializuar luftën dhe për të lindur strategji mbrojtëse. Pse? Sepse natyra e shqiptarit nuk ka reflektimin, pra nuk do të thotë që ne nuk e kemi të gjithë, por reflektimi dhe mënyra e strategjisë duhet të marrësh disa manuale, ti lexosh, sepse dakor, po ta shohim konkretisht në terren. Po, ta themi, pra konkretisht në terren, Velia ka hallet e veta, Balluku ka hallet e veta, Ahmetaj ka hallet e veta. Rama është pasha. Rama është zot. Rama është atë që ata i kanë thënë gjithmonë, ti je edhe Skënderbeu. E kupton? Pra, Rama është shumë mirë me veten e tij. Halli është pikrisht te këta tre individ të cilët nuk kuptuan që Rama i bëri statistik. Tani i bëri Rama se desh Rama, i bëri Rama se këta nuk lexonin dhe i pëlqente pushteti. Tani kjo është përgjithësi ose kjo është mirë ta kuptoj ai vet. Por përsëri unë po të them që Rama për mendimin tim ka bërë punën e vet dhe nuk ka pse të friksohet, sepse Rama ta kam thënë, në fund fare do përplaset te Sali Berisha për marrëveshje. Avokat, të ndalemi pak tek atentati i Rinasit ku mbeti i vrarë krahu i djathtë i Emiliano Shullazit, Gilmando Dani dhe
u plagos Muçi Shaljani, i cili rezultonte të ishte dhe agenti MPJ-s, i agjencisë të mbikëqyrjes policore, por që pas disa ditësh ndroi edhe jetë. Ju si njeri i drejtësisë, si e keni parë këtë ngjarje dhe si mund ta zbërtheni që një krim i tillë ndodh në një nga pikat më të frekuentuara të vendit, siç është aeroporti i Rinasit? Akti terrorist i datës 11 nëntor, mos gaboj, në është një akt që në mes ditës, në kohë fluksi, në kohë ku qytetarët kalojnë dhe nuk ka një qarkullim të lehtë, por është një fluks qarkullimish makinash dhe individësh në një pikë kufitare, doganore të sigurisë kombëtare, që është aeroporti i Rinasi, që lidh Shqipërinë me botën. Dhe duke e lidhur unë këtë fakt konkret me fjalin pushtet, pushteti ekonomik, pushteti legislativ, pushteti gjyqësor, pushteti mafioz, në aspektin pushtet mafioz, do të kuptojmë, është pushtet tjetër ky. S'ka lidhje me këta që thash, po pushtet mafioz që bën një akt të tillë terrorist në sy të publikut, pavarësisht se kë goditi dhe çfarë përfitimi kishte, ishte mesazh i drejt për drejt ndaj çdo qytetari shqiptar, ndaj çdo institucioni shqiptar, ndaj çdo gjyqtari, prokurori, avokati dhe ndaj çdo media të pavarur të anshme, të si të doni ju të thoni, që pushteti ekzekutiv, pushteti gjyqësor, legislativ dhe pushteti ekonomik do të jenë në frikën dhe në vëzhgimin e pushtetit kriminal. Akti i tillë tregoi që në rast se ekzistojnë njerëz të cilët duan të vendosin drejtësinë dhe drejtësinë e bëjnë ashtu siç mendojnë ata, pa parë ose pa menduar mirë çfarë veprimi bëri pushteti kriminal në datën 11 nëntor, duhet ta mendoj shumë mirë në rast në vendimarrjen që merr është e drejtë dhe është në raport me të drejtën e pushtetit kriminal, jo pushteti gjyqësor, jo këto demokraci këto harroj këto gjëra. Po si mendon njerëzit gjërat kaq gjatë, e kupton? Se ti mendoni kaq gjatë, do ishte tjetër situatë në Shqipëri. Po prandaj ne e themi që ata të ta kuptojnë. Pra, ju do të kuptoni që ju edhe unë në rast se larg qoftë të bënim një rast të tillë dhe të merrshim një pistolet, ne sapo ta kishim nxjerr pistoletën në kishte ardhur policia, ose në rast se ne kishim parkuar te rreth rrotullimi, vinte ai polici garip, e se ta mora patentën. Tek rasti konkret, pena i polici garip. Ku ishin policët në atë rast? Jo, ishin duke pa apo vjen avioni apo jo. Ku ishin? Shko ti parko. E ke pa çfarë bën me motopatinat të maskarit policës që janë? E ke pa çfarë bën, dalojnë aty urdhër pa ligj. E kupton? Ku ishte Proda? Ku ishte? Për monopatinat Pastaj u zgjodh Proda, tha, do shkoj tani të shikoj të apeli ç'a ndodh. Ç'a ndodh? Ata apo ndodh, po na iki njerëzit nga jeta kot. Edhe sikur edhe këta të dy, pse tikshin? Pse? Asnjë. Zgjidhem në mënyrë tjetër o vlla, mos e zgjidh kështu me vrasje. Pra e kupton? Pra një polic të merret të bën model, se merr urdhra nga lart. E beti te vendi i sigurisë kombëtare, policët ku ishin? Ku ishin? Mirë, nuk flas për policin e thjesht. Ai sa i që do fliste me radion. Po këta policat e mëdhej me grada të larta. Madje në atë kohë aty kaloi edhe një eskorte, një zyrtari. Ne, ja të them unë tani për shembull, larg qoftë të ndodhte ky ngjarje të një eskorte, një zyrtari. Çfarë do thoni ta? Akt kriminal? Akt terrorist, sepse kur vetë një zyrtar të lartë terrorist quhet. Nuk ta mund manifestosh si një ngjarje banale, u vran për kafen, u vran për monopatinën, u vran për protestën. Pra është një ngjarje, një akt kriminal. Është një akt terrorist kriminal, sepse një zyrtar i lartë kur vritet, ajo quhet akt terrorist, dhe jo thjesht një mosmarrveshje pazarësh. Si e bëjmë ne, por dhunim ndodhi, bëjmë dhe filma jashtë shtetit. Por e them këtë sepse unë akoma nuk po e kuptoj të qytetarët tanë.
çdo ngjarje që ndodh në Shqipëri e justifikojnë që ndodhi në jashtë shtetit. Jam dakord. Në rast se ndodhin në jashtë shtetit, jetoni jashtë shtetit, more. Në rast se ju pëlqen që të jetoni në natyrën e si jetohet në Kinë, jetoni në Kinë, mos rrini në Shqipëri. Në rast se doni të jetoni në Afrikë, shkoni në Afrikë, mos rrini në Shqipëri. Po lejoni të paktën të tjerë që duan të kenë një shtet normal, edhe një qeveri normale me llogaridhënie që të ndryshojë diçka, se nuk mund të mbahemi dhe të jemi të zhytur në këtë rast. Se di pse më vjen mua të flas dhe të them, por zotëri, ka njerëz që kanë hadhe shëndetësore dhe i shikon që votojnë të njëjtën parti dhe këtej qanë dhe thënë s'kemi lek me pagu njerëzit. Por zotëri, derisa e ke pranuar këtë fakt, mos kërko avokat, zotëri, mos kërko shëndetësi, mos kërko asgjë, shko kërkoja partisë tënde, është shumë e thjeshtë kjo gjë. Nuk e kuptoj qajnë, dhe di kush është më e mira, qajnë këta më shumë, që shkojnë votoj Parti Socialiste, di ti këte. Po kjo është skizofreni politike, sepse... Se nga 1944 në shëqëron, se i mbante e veri këshu nga mjesit e i darkë, mos të më i fjalë tjetër tani. Mirë, edhe tani më dalin dhe më thënë që do shkëm në Bashkimin Evropian, Bashkimin Sovjetik, po ke 3 shtëpia 1, po ke 0, jo 0, po nuk do kesh mundësi as të marrësh frym në Bashkimin Evropian. E di sa e pres, ore sa e pres, more, edhe ti fusin këshu me zor, unë e pres se do të shkoj me sy dhe them, ma, qa deshte Bashkimin Evropian, se të ne të avokat do përballën, e kupton? Bashkimin Evropian, qa ju bëri Rama, Qa do të bëri? Turistët do të bëri, dhe iqin nga Shqipëria, dhe thot ikni ju se do vinë të tjerët. Pra, nuk e kuptojnë këtë gjë qytetarët tanë të dashur. Doni të bëni statistik. Unë këtë i them, bëni statistik, është gjë më e bukur, po më fal, po nuk e duan gjithë qytetarët të. Se s'dua t'i them gjithë qytetarët shqiptarë që duan këto budalliqe. Janë një pjesë e tyre. Pra, ju duhet të kuptoni këtë gjë. Një pjesë e 500.000 me 600.000 shqiptar shkatrojnë këtë vend. Po, dhe këta janë ata të cilët bëjnë luftë që fajnë e pas ka gjithmonë kundërshtari dhe jo këta që të cilët janë katandisur burgaxhin. Prandaj po të them, dhe shkojmë te ngjarja e Irinasit, është ngjarje që dërgon mesazh kudo dhe unë dua të them që tek ngjarja e Irinasit, tek rrethot udhimi kësaj radhe nuk ishte një polic që të na kishte bërë moralin, të na kishte vendosur gjobën. Gjobën për partinë. Gjobën për të vendosur, e di pse vendosen gjobat. Gjobat nuk vendosen për ndëshkim. E dini pse vendosen gjobat? T'ju a themi edhe këtë gjë. Sepse nuk patën policin në Rinas. Ato djemtë që bërën këtë vrasje, e di çfarë testuan? Testuan për të dytë mos ekzistencën e shtetit, të funksionit, duke i treguar popullit që këtë qeveri ne e bëjmë si të na do qefi. Këtë i treguan popullit. Dhe dua t'i tregoj këtyre punojësve policie që vendosin gjoba. Në gjoba zotri, ju a them me plindje të plot, ju vendosni t'i bëni qok Edi Ramës dhe çdo hajdut që rrethon Edi Ramën dhe ka vjedhur nga tenderat dhe ju pagoni 400.000 lek, 500.000 lek për ato rrobat që më qajni, jo i laj 20 euro se këtu edhe bën rrugë dhe duhet t'i detyrime dhe ne paguajmë edhe ende nuk ju a kanë dhënë ato dietat edhe kështu. Dietat ju nuk du t'ju japin kur, po ju do t'ini në gjobat e çdo rreth, duke mbuluar gropat e tyre nga korrupsioni dhe ju duke vendosur popullin duke paguar. Kjo është për ju policët të cilët ju shikojnë me blok dhe nuk janë ban tek rreth rrotullimi i Rinasit ta kishit pistoletën ta që të paktën kishit dhënë shenjën e gatishmërisë. Dhe nuk thash të vrasin, gatishmërisë, por të jep një shenjën e gatishmërisë së gjobës të parë. Të kapën me makinë, me telefon në makinë, mrapa, si vagabonda, si hajdut. Policë të ndyrë. Nuk janë të gjithë punojës të policisë të ndyrë. Po thesh vetëm më kujtohen disa fragmente që kam pa me sytë e mi. Të vjen tjetër si kur ke vramur, ke coptuar, po të Rinasi, mbajtë mirë, Kështu jam. U ka shkuar nga 7. Jo 7, po si ka shkuar ata. A do të çat, shkem ne. Do ta them një sekret kur pim kafe një ditë. Po jo 7,
Por e vërteta është që unë këtu te kjo ngjarje duhet të them çdo punojës policie mos u bëni vegël e regjimit se ato do ju flakin nga puna. E di çfarë do thot flake nga puna, more. Që mos kesh ku të pagush kredin, more. Edhe më dilni mua me bloqe edhe duke e çfarë bëjmë këtu nami bën, more. Kur dalin bëjmë namin, more. Ore, reflektoni more se ju ka bërë kjo qeveri si në nivel lokal, si qendror ju ka vënë vegla, more. Ore, po mbuloni gropat e korrupsionit, do pendoheni kur të plageni se nuk do keni mundësi të mbushni pensionin, more. Se do ju kenë nxjerrë në rrugë, bërë do ju nxjerrin. Ore, nuk bëhet masa ekstreme ashtu, more. E kapet tjetrin me celular në dorë dhe po statistik, more. A e keni turp apo s'keni turp, more? E them për këta punojës të thjesht, more. Se këta që kanë të papa, more. Këta mendojnë se kur ai tjetri nuk zbaton ligjin, këta e zbatojnë, more. Çfarë zbatojnë këta? Qa sigurin të rina, si edhe qishte siguria ime ajo e joti aty tjetrit të mëra? Ku ishin këta garipat në bloqe? Do e me vëllë, ajde këtu gjagji se qeki me Toyota Yaris, qa e ke të Greqisa, të vendostim një gjobë. Se ke kaluar, ke qarkulluar makinën për teja fatet. Se kanë kap ato, Nuk e kanë kap makinën me Toyota, me targa tuaja, të policët e famshëm. Prandaj ju them që mesazhi i Rinasit ishte shumë i qartë, ndaj çdo personi që të ketë kujdes kur ai ngatrohet me pushtetin kriminal. Të jemi realist. Por punojësit e policisë janë ato të cilët e kanë për detyrë. Tani, në rast se dikush do na thotë që pse të dalun, budalla jam? Po i thua, ti e budalla, pra je i paaftë të qëndrosh në atë detyrë, ik nga ajo detyrë, të vi dikush tjetër që është i aftë sepse do të jetë punoj policie dhe nuk do të jetë thjesht gjobaxhi. Vendos gjoba. Më thuaj, ai gjyqtari që jep të drejtësi atje, a e vrau ai? Po. Ata gjyqtarët e tjerë që japin ose nuk japin drejtësi, mendon se kanë reflektuar? Jo. Tani u bë rasti në Rinas, Ti mendon se kanë reflektuar policët? As bëhet fjalë, vazhdojnë havazën. Më kupton? Por ajo që unë them është kjo, vazhdoni dhe bëni të njëjtin gabim. Krimi organizuar do vazhdojë të vrasë. Sepse kjo është puna. Sa shumë ai ju studion juve që ju jeni në mendje e jeni ku the Çameti dhe krimi organizuar atë punë do ketë. Studion dhe rasti i Rinas, diçka që duhet ta kesh parasysh është kjo. Rasti i Rinas nuk kupton këtë gjë. Autorët mund të ishin 4, pa autorët janë më shumë. Është më të mëshme kjo, Po çfarë? Kanë studiuar terrenin e Rinasit, po them maksimum 1 muaj. Po nuk janë 1, nuk janë 2, janë më shumë se 100. Pse të them 100? Sepse ata kanë kuptuar çfarë ore është lëvizja. Ato kanë kuptuar sjelljen e çdo punojësi policie. Ato e din shumë mirë në çdo moment kur kalon ai, sa kalon, sa fuqi ka, sa takat ka, sa kupton komunikimin, dialogun, sa jaftë është të kuptoj lëvizjet e komunitetit, pra punojës policie, kanë kuptuar shumë fakte. Prandaj unë them që pushteti kriminal në vend ka zënë vend për shkak të asaj që ndodh në vendet kur gjithmonë qeverisë e njëjta qeverisë. Pse? Sepse ka bërë zakon. Pra, kryepolici që është në një komisariat, në rast se ka derdhur lërë mos të bërë, se s'bëhet korrupsion atje, për t'u emëruar, transferuar kështu me radhë, e kupton? Thot, unë e kam rregull, bëj disa lek këtu, ma këtu më lëviz në vend tjetër, bëj disa lek aty, ai vend tjetër më me radhë, e kupton? Ai thot, të bëjmë rendër, ku këtu bëhet nami, unë kam familje, kam të ushje familje, e kupton? Dhe ata, krim ekonomik, pra pushteti e kriminal, që thot, thot, dhe situata që ka kështu, unë do të favorët e mia. Cilat janë favorët e mia? Pushtet. Si është pushteti? Duke bërë akte të tilla që të them tek qytetarët, që shiko, unë jam pushteti, lërë që janë këto me uniformë, këto s'ja vlen fare. Dhe njeriu, vetë çfarë? Ka frikë. Dhe thot, po mirë, më mirë të kemi këta, se këta të paktën lënë sapen njëri tjetrit në akte terroriste. Po janë terroriste, po derisa nuk na prekin ne, na erdhi flaka. Po nuk është kjo e vërteta, sepse nesër kapet edhe 2 flaka. Çfarë duhet bësh ti?
Atëherë thua kujtë, tani kjo qeveria e poshtër, edhe ti thu pastaj s'bët ky vend. S'bët ky vend sepse e votoj, me mbyllje gojën, tani që të preku ty, tani s'bët ky vend dhe po ik nga Shqipëria. Jo, këtu të rish, këtu. Bashkë me mua, bashkë të paguajmë faturën. Jo kështu kjo fjalia si ai i theft atje, s'bët ky vend. Prandaj them që me gjitha kjo, çfarë ka ndodhur në ngjarjen e 11 nëntorit, për mendimin tim është paralajmërues shumë i qartë të ngjarjeve të tjera të cilët do të jenë të rënda. Dhe unë uroj që vendit të marrë masa, qeveria, ushtria, çfarë doni ju, të marrë masa parandaluese, po jam i bindur që ata të cilët bërën këtë krim ishin të stërvitur, i kishin stërvitje. Nuk do thoya nga ana profesionale, por ishin të stërvitur. Pavarësisht atë që u pa publikisht, por ata kishin një lloj stërvitje, dinin çfarë bënin, kërkonin rezultatin konkret dhe bërën, dhe u kujdesën në një farë forme që se po të shikoje, ato nuk kishin armën drejt, por e kishin në mënyrë të tillë, pra të pozicionuar ku do të shkonin. Dhe për shkak se kishin të pozicionuar ku do të shkonin, kuptohet qartazi që ata nuk bënin akt terrorist, por ata bërën këtë gjë. Kishte, do thoya, nuk e di si e kanë bërë, sepse ti kur je në një situatë të dridhesh, për shkak se ishte të stërvitur, ata donin të njëjtën kohë thonin që për ne ky është qëllimi, por për ne është qëllimi që tregojmë këtij pushtetit që qeverisë që ne jemi mbi teje. Pra ne të bëjmë çfarë na do qefi brenda 5 minutash. E kuptove mesazhin. Pra, është një mesazh që kjo duhet kuptohet qartë, jo për të inkurajuar autorët, nuk e them në asnjë moment, por për të studiuar që autorët janë shumë të studiuar më vëlla. Kjo është e tmerrshme, kjo që më bën të flas me veten, e kupton? Ishin shumë të studiuar. Metoda që përdorën armën në këtë formë, metodën që në një vend të sigurisë kombëtare bërën goditje. Rasti 5 minutë në përgjithësi arritën objektivin, pavarësisht se ishin sekonda, por brenda 5 minutësh. Zhdukja dhe fsheja tregon që ata kanë një mendje akoma më të fortë. Pra, nuk ishin vetëm ata. Ishte një gamë e tërë e gjerë e cila kishte do thoya një shkencë të veçantë. Pra, ata duhet të studiojnë në mënyrë të atill, jo vetëm në aspektin e gjetjes tyre, por në aspekti e filozofisë së tyre. Çfarë filozofie kanë ata? Kanë filozofi larje e sapesh dhe kaq, apo kanë një filozofi tjetër e cila nënkupton shumë faktorë të tjera, të cilët kanë të bëjnë edhe me botën e krimit, por edhe me botën e terrorizmit, sepse terrorizmi ka shumë kuptime, thjesht do ta analizojmë një moment tjetër. Por çfarë do të jepte kjo ngjarje në sy të opinionit publik? Sepse nuk kishim të bëjmë me një grabitje, isheni nga mendja, kishim të bëjmë me një akt kriminal, që në çdo moment çdo qytetar ishte i cenueshëm në çdo moment, dhe s'kishte ngjyrë me parti apo pa parti. Prandaj them që autoritetet duhet të reflektojnë sa më parë dhe duhet të marrin masë sa më parë dhe të veprojnë sa më parë për të gjetur autorët. Zoti Zhlima, unë ju falenderoj që ishit në Agora News dhe për gjitha mendimet dhe analizën shtërruese që ju bët disa nga ngjarjeve më të rëndësishme, qofshin ato të kronikës zezë, siç ishte atentati i Rinasit tani në këtë analizë të fundit, po ashtu edhe tematikave të politikës që i trajtojmë në vimësi. Edhe unë dua t'ju falenderoj për ftesën dhe dua të falenderoj dhe çdo qytetar dhe çdo ndjekës që na ndjek, t'i kërkoj të shtypin like dhe po ashtu të komentojnë dhe po ashtu të bëjnë pjesë e portalit tuaj, sepse është e nevojshme të na japin mesazhin që na inkurajojnë për atë që ne bëjmë, që të vërtetat i themi ashtu siç janë pa u fshehur, bëjmë një analizë që është për interes të publikut dhe për interes të institucioneve që të zgjohen dhe për interes të gjerë të çdo qytetarit të këtij vendi që të kuptojë
që Shqipëria është e jona dhe nuk është asnjë partie politike për interesa apo të një individ të caktuar. Duhet të reflektojmë sepse jemi në momentin më të vështirë, krizë më të thellë të paimagjinueshme për qytetarët shqiptar, prandaj unë them që Shqipëria duhet kuptojë nëpërmjet shqiptarëve që është momenti në 2025-ës dhe afër 2026-ës të reflektojmë për një Shqipëri europiane, jo me detyrim, por me të drejta dhe ashtu siç ne e duam, me drejtësi, llogaridhënie dhe transparencë, jo afërmendësh Europa për ne sepse janë faktorë të tjerë. Po se ne duam të shkojmë në Bashkimin Evropian dhe ne do të jemi gati të shkojmë në Bashkimin Evropian dhe ne duhet bëhemi pjesë e asaj që ne themi të vendimarrës politike përmes votës që të ndëshkojmë keqçeverisjen e këtij vendit nëpërmjet votës. Në rast se ne heshtim, atëherë gjithmonë do përfitojnë Partia Demokratike dhe Partia Socialiste me në krye Edi Rama dhe Sali Berisha, pra aq kosa janë. Ju falenderoj shumë vazhdimisht për ftesën që më bëni. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.